Gjino! Jam Sali Berisha. O budallaj. Rritu shpejt të krapësh kontrën e pikut, se do të hanë të tjerët. Bënë edhe e bënë të drejt tjerë. Këtë parti në një krim të dali vetë nga molla? S'kemi parë gjë akoma dhe kjo pasi shumë. Ka e për të tjerë, për vrasë gjenë, për dhe babu. We will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound. Të dashur miq, ky episod mundësohet nga iOptica, optika juaj. Shkoni tashmë në faqen e Instagramit iOptica me kodin Buçi Podcast dhe porosisni një parësyze me 10% ulje. Faleminderit dhe dëgjim të këndshëm. Jam mirë mbrëma. Brama. S'po bëhet lisë, nuk po pranon ato andi. Po do ando, leri nazet. Andi. Unë të dinja të vogël ti me qek dhe 20 vjeç. Leri moja të nazi se nuk të kanë lezet. Ka lokë di, edhe shfutur e kalem në një vend. I ku farë. Të është fut nga browser, jo me app. Aha. Kot fare ta alla, që se bëjnë edhe në browser me për këto space-at të marrësh. Nuk e di, po vetëm kjo platforma që funksionon tamam, marrë sa kam provu. Ja mo, e prure kokën. Po, thjesht s'po futesha nga PC-a dot. Pa, super. Atre, mi mbrëma. Faleminderit që këtu me mua përsëri. Sot siç e kemi folur, ose siç e kemi diskutuar më parë për pjesën e temave, çfarë do ishte më sakta dhe që ja vlente më shumë, kemi rënë dakord për t'ja nisur me ligjin për hapjen e dosjeve. Tani si gjithmonë në drillin e dim, siç e bëjmë çdo herë në podcast bashkë, njëri nga juve do të më ndihmoj mua tani duke u shpjeguar se çfarë është, për çfarë bëhet fjala valla. Për çfarë është e gjithë kjo zhurmë. Për ta shpjeguar kështu shkurtimisht, domethënë, këta kanë miratuar një ligj që secili ka drejt informohet për këto dokumentat e ish sigurimit. Domethënë, jo se nuk ka qenë, po nuk është thjesht kanë bërë ca shtesa dhe rregullime që secili mund të shkojë ta pyes autoritetin e dosjeve dhe të kërkojë dosjen e vet ose hetimet, po problemi është që kanë bërë ca gjëra që janë disi të interpretueshme, domethënë sepse shqetësohet që kjo gjë mund të bëhet vetëm kur ka një lloj, domethënë ti mund ta marrësh personalisht dosjen tënde ose mund të interesohesh për dosjen tënde, por në raport publik, domethënë nëse është dikush me një dosje, një zyrtar, një politikan, duhet të ketë një lloj kërkese të argumentuar dhe një lloj justifikimi pse duhet nevoja e kësaj dosje. Edhe ideja është që nuk është se nuk ka qenë një listë, edhe më përpara, nuk e di çfarë viti është ligji 2015 apo më herët, që ti mund të shkoje edhe të pyesje për dosjet e tua. Do siç ka ndodhur me këto komisionet, edhe kanë qenë këto komisionet të cilat i certifikonin figurat, por nuk është se ka ndodhur ndonjë super ndryshim i madh. Kjo fjala hapje dosjesh është një lloj kështu, besoj fjalë shumë abuzive në këtë rast, se nuk është se po hapen dosjet për herë të parë në Shqipëri. Po, a nuk ishte kjo që përveç se dosjes tënde, domethënë ose të pjesëtarëve të familjes që tashmë kanë kaluar, sa kuptova unë mund të merri edhe dosje të një figure tjetër, domethënë. Nëse siç e shpjegova unë, siç thoshte Orland Balla, nëse unë dua të bëj një kërkim rreth figurës së Andit, po them tash, dhe do vetëm mund të hap një kërkesë për arsye kërkimore, gazetareske etj, dua të kem dosjen e filanit deri në vitin 1991.
A nuk ishte edhe kjo? Po, është prandaj them që është pak abuzive se kjo lë pak vend për interpretim sepse te vet ligji, te kjo neni që kanë bërë këta, është pak i paqartë domethënë se secili qytetar ka mundësi kështu praktikisht dhe teorisht futet, po aty thotë shprehimisht që informacioni i protestim drejt me interesin e argumentuar. Dhe ky interes i argumentuar me marrjen e informacionit nuk nga ku është dhe sa mund vlej. Don kush e vendos, sepse mund të ketë një rast një politikan, po jo çdo qytetar, jo çdo person. Autoriteti nuk e vendos. Kjo është ideja. Po e kuptoj deri diku. Ke pak shkëputjet e zërit, një herë lart, një herë poshtë. Dëgjohesh, po thjesht vetëm një herë sipër, një herë poshtë. Një pjesë që më bëri përshtypje duhet të mbash edhe përgjegjësi, domethënë në mënyrën se si interpretohet ai informacioni ose keq përdoret. Sepse me sa kuptova unë si Bleon tash nuk mund vetë të them dua dosin e tij që nuk kam një bazë, domethënë që është një çik kontroversiale siç e domethënë, se nëse këta duan vërtet i hapin dosjet, domethënë i bie që çdo person të jetë i aftë që për të gjithë ata persona që janë në jetë, jo ata që e kanë lënë, jo ata që kanë ikur, por persona që kanë pasur këto 30 vite zyra, domethënë, ose që kanë ushtruar një profesion ose po që ashtrojnë akoma një profesion në një zyrë publike që mbajnë një post, mendoj se çdo lloj qytetari e ka atë të drejtë. Po ka një lloj edhe sidomos për këta që kandidojnë edhe për këtë ka një lloj ligji edhe më herë që këta duhet të kishin kaluar komisionet dhe duhet të kenë marrë certifikat pastërtie përpara se të kalonte një proces zgjedhjeje në për shembull president, kryeministër, etc. Po ato i kanë bërë me njëri tjetrin ato nuk kanë funksionuar, se s'ka qenë që u bë drejtor policie para sa kohësh, ishte persekutor, prokuror në kohën e komunizmit, si e ka i Xhafa, si se më termin e Kubardi. Shiko, duhen sqaruar disa gjëra. Për shembull, një personalitet politik mund të ketë marrë certifikat pastërtie nga komisioni Mezini ose Bozhani, sepse nuk rezulton bashkëpunëtori i sigurimit, sepse duhet ta themi që dosjet e bashkëpunëtorëve të sigurimit janë eliminuar në një masë të madhe. Ato që gjenden janë indicie. Për shembull, unë Albi shkoj dhe i them autoritetit dosjeve, dua të konsultoj dosjen time. Dhe kur e konsultoj dosjen time, aty tek dosja ime ndodhen emra të bashkëpunëtorëve, emra të dëshmitarëve, emra të hetuesve të mi. Dhe rastësisht tek dosjet e viktimave mund të dalë emri një bashkëpunëtori, sepse dosja e bashkëpunëtorit është asgjësuar dhe ai bashkëpunëtor ka dalë deli pastër në ato komisionet, por aty janë mira dosje dhe nuk mund të skanohen gjitha për këto emra. Dhe kjo puna e Ilirmetës ka qenë e tillë, që është hap kjo dosja e këtij FT-s, që Fatos diçka, nuk e di emrin tamam. Dhe tek dosja e tij është lexuar emri Ilir Meta, është lexuar emri Ilir Murati, është diskutuar për një spionim në kohën e vitit 90 për vitin 90 për arratisje dhe ka dalë emri Ilir Metës. Kjo është e gjitha, domethënë që dalin indicie aty këtu për shumica e dosjeve të bashkëpunëtorëve janë asgjësuar. Edhe diçka tjetër. Dosjet, domethënë duhet sqaruar që dosjet nuk kanë qenë totalisht mbyllura dhe nuk do bëhen totalisht hapura. Dosjet kanë qenë hapura për vetë bashkëpunëtorët e sigurimit, për vetë viktimat dhe familjarët e tyre. Mund shkonin të kërkojnë dosjen e vet. Dhe atëherë ajo deklasifikohej nga sekret shtetëror, mund t'ju jepej atyre si informacion. Tani me këtë ligjin e ri është deklasifikuar, nuk konsiderohet më sekret shtetëror, po mund t'i jepet edhe publikut. Po publikut jo në kuptimin që ato do publikohen online, por fjala vjen një OJQ ose një organizat ose një ent shtetëror mund të shkojë tek autoriteti dosjeve, të thotë dua informacion për filan, fistekun dhe tani teorikisht mund ta marrë. Por nuk duhet kuptuar kjo që sikur këto sekrete shtetërore të dalin në sheshit tani sepse nuk do dalin. Edhe e fundit duhen ndarë bashkëpunëtorët nga persekutorët. Për shembull, oficerët e sigurimit, hetuesit, prokurorët, gjyqtarët, shefat e degëve të punëve të brendshme dhe vetë komiteti i partisë, sepse
Mos të harrojmë që atëherë do të hidhte firmën dhe kryetari i komitetit rrethit që të arrestojë një person. Ishte partia mbi policinë dhe antarët e byros ose antarët e lartë të partive, ata njihen, nuk është se ka sekrete për ata. Loja bëhet vetëm me bashkëpunëtorët. Bashkëpunëtorët mund të ishin të rekrutuar me shtrëngim, mund të ishin të rekrutuar kishte edhe me dëshirë ata që ishin komunistë, ose kush donte një purs, por shumica e tyre janë tek shtresa e ish përndjekurve. Domethënë, rekrutoi dikush që kishte miqësi me ish përndjekur dhe i thonin që si prej Zokaj për shembull, i thonin ti do të marrësh një purs, edhe na jep informacion për shokët e tu të klasës. Edhe prej që thotë un kam qenë bashkëpunëtor, por nuk kam marrë njëri në qafë, nuk kam dhënë informacion, s'kam dalë dëshmitar kundër askujt. Prandaj është pak e pistë kjo loja me bashkëpunëtorët, sepse e para kanë qenë të fundit në hierarkinë e përsekutimit, e dyta kanë qenë edhe vetë shtresë përsekutuar, kështu që bëhet një lojë e pistë me ta sepse sulmohen ata, ja shikoj ju keni spionu njëri tjetrin. E treta nuk është se janë edhe aq shumë, domethënë tek ne bëhet zhurmë e madhe, sigur kanë qenë kush e di se sa bashkëpunëtor të sigurimit, por nuk janë edhe aq shumë dhe shumica e informacioneve që kanë dhënë ata ka qenë krejt kot ose i pavlerë ose nuk e di. Gjithsesi, për mendimin tim është gjë shumë e mirë, sa më shumë të hidhet dritë mbi të shkuarën, aq më shumë mund të hidhet dritë edhe mbi të tashmen dhe për mendimin tim nuk duhen lejuar në poste të larta jo vetëm bashkëpunëtorët sigurimit, po edhe persekutorët, hetuesit e qenë këta, gjithë elita që kanë shtypur një pjesë të popullit atëherë. Dhe e fundit që duhet të them është se përveç dosjeve të sigurimit duhet hapen edhe këto dosje të korrupsionit të demokracisë dhe sikur trajtoheshin me të njëjtin seriozitet, mirë do të ishte. Mund të bëj një paralelizëm të vogël të gjës në Gjermani, mbasi DDR-a. DDR është demokratisht Deutsche Republik, Republika Demokrate Gjermane, pjesa që kontrollonte Rusia, domethënë që ishte çdo gjë tjetër përveç se demokrate. Në momentin kur kjo ra, domethënë janë hapur dosjet e shtatësit, domethënë shtatësi që sigurimi i shtetit, domethënë çfarë për fjalë. Edhe në kur këto dosje janë hapur, gjithë secili kishte drejt të shkonte dhe të merrte dosjen e vet dhe ta lexonte pa asnjë lloj problemi, domethënë, edhe nëse kishin dëshirë të hapnin edhe çështje gjyqësore për persona, domethënë që i kishin përgjuar, edhe pse gjatë kësaj periudhe përgjimi ishte i lejuar nga shteti në një mënyrë apo në një tjetër, domethënë, prapë mund të përndiqe personat pasi të lexojë çështjen. Në këto ka pasur një mori të madhe personash për shembull që kanë marrë vesh, që kanë qenë komshi, kanë qenë miq familjar, kanë qenë fis, domethënë që kishin persona që i spiononin, ishin që kategorizohen te kjo bashkëpunimi me sigurimin e shtetit, domethënë, se ata nuk është se kishin punë të plot, po thjesht çfarë lloj gjëje që dëgjonin, domethënë çfarë mund të ishte përdorshme nga sigurimi i shtetit, ata e kalonin me tutje. Edhe ka edhe një film, më falin tash se nuk më vjen Lives of Others. Si? Lives of Others, jetët e të tjerëve. Po vaki ajo është. Edhe po të ishte diçka e tillë në Shqipëri, domethënë nuk e di deri në çfarë pike i afrohet kjo situatës me këtë ligjin e ri në Shqipëri, po nëse do të jetë diçka e tillë për mua do ishte shumë mirë. Po ideja është ajo pjesa që e theti pastaj që është shumë zhurmë për pak gjë, ose që para ta parafrazoj unë, që s'është ndonjë gjë e madhe, sepse nuk është se kanë qenë mbyllura. Ideja është se nga ana e Ramës, domethënë, ka arritur në një pikë tash, përveç vetes vet, domethënë, shumicën që kanë qenë të përfshirë, që kanë qenë madje edhe politikanë, kanë qenë edhe politikanë komunista në ato kohë, domethënë. I ka heq ose kanë ikur. E kanë bërë ato kohën e tyre, domethënë. E ky ka ripër të ri partinë avash me të rinj, me ato gocat që janë pa kualifikim që i merr etj. Ka ardhur në një pjesë tash që vetë këtyre nuk është se do i sjellë ndonjë dëm shumë të madh apo të hapen dosjen, domethënë. Kundrejt këtyre ujqve pleq nga ana tjetër, domethënë. Tash se di se si e shikni ju për pjesë. Për më tepër që ligji po bëhet atë persona, po domethënë ky ka qenë akti i parë i hapjes dosjeve që u bë edhe për organizatat jo qeveritare, përveç personave private drejt për drejt të përfshirë. Po mendohet që do vi një akt i dytë për lustracionin
Dhe aty do thuhet që personat që janë bashkëpunëtorë të sigurimit nuk do t'u lejohet që të hyjnë në parlament ose të marrin poste të larta drejtuese. Dhe kjo është drejt për drejt për Ilir Metën pasi doli ajo dosja e famshme që nxjerrte si spion. Edhe për mendimin tim hipokrizia këtu është që Partia Socialiste është ajo që ka penguar lustracionin. Ka pas ligj për lustracionin vitet 90 nga Berisha mos gaboj, 95, nuk e di tani mirë, por ka qenë ligj i tillë që nuk lejoheshin as të kandidonin, as të merrnin pjesë si drejtues lart policisë shtetit, as si kryetar bashkish, ish persona që ishin persekutues, oficerë të sigurimit, antarë të kryesisë, si quhet, byros politike etj. Dhe Partia Socialiste ja hoqi dhëmbët këtij ligjit, kuptimin që e ngushtoi rrezen që e godiste ky ligj, e la vetëm për ku di unë, president, kryeministra e ministra dhe ja hoqi edhe peshën, duke lënë vetëm për kryetarët e byros ose nuk e di domethënë për figurat larta. Dhe rezultati ishte që kishim ish ministrin e brendshëm të komunizmit, Gramozeruqin, e kishim kryetar parlamenti. Tjetrin Spartak Braho, që i kishte qenë hetues mos gaboj ose gjyqtar në kohën e komunizmit, e kishim deputet, që gjyqtari është shumë më përgjegjës për persekutimin se një bashkëpunëtor i thjeshtë. Se një bashkëpunëtor i thjeshtë që mund të bëjë, mund të spionoj shokun e klasës ose djalin e tezës, ndërsa gjyqtari është ai që jep pretencat, ai që bën hetimet, ai që zhvillon edhe hetimet, ndonjëherë kanë qenë edhe me tortura, kështu që këtij ilustracioni në Shqipëri janë hequr dhëmbët, duhet thënë edhe nga Partia Socialiste, po dhe Partia Demokratike ka fajet e saj, sepse janë përdor dosjet në mënyrë selektive për të goditur kundërshtarët politik. Për shembull, Sali Berisha i mbante ato dosje dhe kur dikush i dilte nga vatha, nga rreshti, atëherë bam i nxirrte dosjen e thoshte ti je bashkëpunëtor i sigurimit, ti je tradhtar, ti je komunist. Kështu që nuk janë trajtuar ndonjëherë me sinqeritet. As tani nuk po trajtohet me sinqeritet, por për mendimin tim pozitive është, nëse po liberalizohet, nëse do të shqyrtohen më shumë të dosje, unë shpresoj që digitalizohen, edhe me një kërkim në përrjete, jo në përrjete, po në një website të gjendet emri i një Filan Fistekut, nëse ka qenë spion apo jo. Edhe nëse do të pengohen ata të futen të shkojnë në postet larta, mirë do të jetë. Po tani do ta shohim sepse të futet politika, kemi aleancën Berisha Meta, kemi Ramën nga ana tjetër, kemi Bashën me Ali Bein, është një kaos i madh. Tani si Tu ka dhe diçka që doja të shtoja tek ajo që tha Albioni. Problemi është që këta ka pas një lloj klauzole ligji më përpara që nëse kishe marrë një lloj certifikate nga Mezhani, nga këto komisionet e më përparshme, ti nuk mund të rikërkohej në autoritetin e dosi për X figurë, domethënë edhe kjo lidhur me rastin e Metës. Dhe këta që kanë bërë, e hedhin poshtë këto gjetjet e komisionit dhe certifikimet e pastërtisë, duke bërë rikërkime, domethënë, nëse del një indicje re, një provë, gjoja s'ku doli ajo letra që erdhi për Meti, një letër anonime, vjen, kemi informacion, kemi indicje se IM është Ilir Meta, etc. te pjesa e dosjeve. Kështu që kjo nuk është si më përpara, domethënë ata që janë certifikuar deri diku, në thojza janë në rrezik nga ky ligjëri. Po problemi është që mendoj ashtu si Albioni është komplet politik pjesa e ligjit, sepse në vetvete nuk është se dënon ish bashkëpunëtorët apo dhe figurat e larta të komunizmit, thjesht krijon një lloj ligji të posaçëm për një person ose dy persona të cilët me efekt politik dhe me efekt fiks për zgjedhjet, sepse është bërë posaçërisht për para zgjedhjeve vendore. Dhe gjithë ideja është për t'i ndaluar kryesimin, domethënë është absurde, pavarësisht se kushtetuta vetë thotë që secili njeri ka në mënyrë vullnetare ka të drejtë të antarësohet, bëj grupime politike, ti nuk mund t'i ndalosh dikujt, nëse ka qenë ish sigurims, nuk mund t'i ndalosh pjesëmarrjen në parti politike, po ajo që mund të ndalosh është pjesëmarrjen e tij në institucione shtetërore dhe duhet të jetë zgjedhës i cili e zgjedh, nëse këtë figurë, këtë kriminal po themi, do ta çojnë parlament ose do ta bëj president apo kryeministër, por marrja pjesë në një grupim politik nuk mund të ndalohet me ligje të tilla.
po siç duket u ka një lloj interesi nga pas sepse nuk merret me dhunues, nuk merret me oficer, nuk merret me figurat e larta të komunizmit, dhe ata që realisht ka pas njerëz që edhe kanë vrarë, kanë dhunuar, torturuar njerëz, po kryesisht do merret me këta ish bashkëpunëtor që mund të quhet edhe ai fshatari atje në majt fshati që ka thënë ky ka vjedh misër dhe normalisht aty te dosja quhet si bashkëpunëtori i sigurimit shtetit. Edhe nuk ka një lloj range se duhet bijem dakord që për hapje dosjeve edhe kështu në aspektin publik duhet jetë një interes kryesisht për njerëzit të cilët synojnë politikën, synojnë gjykatën, synojnë institucionet e rëndësishme, dhe jo të hapet kështu dhe të krijohet një lloj rrëmuje dhe një lloj zhurme sociale me njëri tjetrin, se ti ke qenë spion, kam qenë spion për gjëra që realisht janë pa pikën e lidhjes. Por siç e thash, mendoj që ligji është posaçërisht i krijuar thjesht për efektin e zgjedhjeve lokale, se do e shohim pas zgjedhjeve që nuk as do merret njëri më me të dhe nuk do ketë me interes. Dhe është krijuar posaçërisht për Ilir Metën që ai mos ketë një lloj qasje ose një lloj fitore politike kështu me partinë e vet Liris, me bashkëpunimin me Berishën, për të krijuar çik të zhurmnajën, sepse Rama po të shikosh edhe narrativën dhe diskursin që ka krijuar këto ditët e fundit me fillimin e fushatës jo zyrtare, është Berisha dhe PD-ja janë këta rublat ruse të financuar nga rusët që vete hodhi prapë si shashk, dhe për Metën është spionis, shiksi, këta që duan të spionojnë, bile se tha edhe për atë kryetarin e sindikatës pedagogëve që bëjnë protestë, domethënë i përdor thjesht për konsume politike. Dhe reagimi i autoritetit dosjeve ishte një reagim që ata e kishin pushim faktikisht në gusht, edhe u kthyen nga pushimi për të bërë këtë historinë e Metës dhe për të bërë se nga ana tjetër do ishte një gjë shumë tragjike nëse kjo gjë do ishte e vërtetë, sepse ti e ke lijuar të bëhet president, e ke lijuar të bëhet kryeminist, ka qenë kryetar kuvendi, ka marrë 3 pozicione më të larta të shtetit shqiptar. Dhe nëse ti ke thënë po themi një ish bashkëpunëtor, pse do t'i krijesh një budallik tjetër nga mbrapa që nuk e le të jetë kryetar partie, që është një dëm shumë i vogël, shumë i pakët. Kurse ai ka kapur gjitha pushtetet, domethënë ka qenë në gjitha pushtetet më të larta të Shqipërisë, e ka votuar vetë Rama, e ka bërë vetë president, edhe tani do ta ndalosh ish bashkëpunëtorin e sigurimit, po themi, së bëri kryetar partie ose së qëndruari kryetar partie, është një absurditet i madh. Dhe duket që është një lloj loje politike shumë e shpifur. Po pse ky ligji përveç se nuk merret postën kërkon që mos të bëhen as kryetar partie këto? Po, domethënë e ka një pjesë që nuk ky është prandaj është i posaçëm për dikë, se nuk është se do të dënoj dhunuesit, se s'merret fare as me oficerët, as me hetuesit, as me këta. Merret kryesisht me ato të ashtu quhet ish bashkëpunëtor, të cilin realisht edhe më përpara kanë qenë në fare mirë mund bëheshin publike në raste konkrete dhe ka qenë ligji. Thjesht amendimet që kanë bërë këta dhe rregullimin që kanë bërë kryesisht me interes politik. Se nuk bëhet edhe që tha Albioni, domethënë nëse ti bësh një ilustracioni të plot që ti edhe mund ti dënosh me mos pjesëmarrje në jetën publike ose jetën politike këta persona, që është nga sekretarët e partive, nga gjithë funksionarët, jo vetëm njerëz të cilët i shikon në dosje të tilla. Që dosje për të thënë vërtetën, një pjesë e mirë e cilëve janë zhdukur nga ish pushteti i kaluar i komunizmit, janë zhdukur nga figura të caktuara, të cilët kanë pasur pushtet në demokraci dhe kanë pasur interesat ose emrat e tyre aty. Sidomos vitet 90-91 kanë qenë një kështu tmerr i madh për zhdukjen e dosjeve, për fshirje emësh, për fshirje këtyre që mbaren përveç dosjeve që mbaren këto rekordet e tjera, secili prej këtyre gjërave një pjesë e mirë është zhdukur dhe është shumë e vështirë ta gjesh këtë gjë në arkiv. Se kush ka qenë, kush është, po përtek kësaj mendoj që shoqëria shqiptare duhet ishte ndarë një herë mirë me të shkuar me krimet e komunizmit, duhet kishte bërë një divorc para shumë vitesh, jo pas 32 vitesh kujtohen akoma me një gjë që realisht shumica prej tyre është nga problemet më dhaja kanë vdekur, domethënë hetues gjykatës, më i ri mund të jetë 60-70 vjeç, sepse kanë kaluar 30 vite. Po them që ata që kanë qenë aktiv, se sa do Metën e akuzojnë, kur ka qenë 20 vjeç, kanë mbaruar shkollën e sigurimit, mos harro. Po. Unë ky Muslim Murrizi kur ka qenë deputet, ka kërkuar kështu në bazë të ligjit për deputetët, për një lloj deklasifikimi. Edhe këta kanë të drejtë, domethënë ndryshe nga populli i thjesht, ka thënë, domethënë që ky sipas këtij thotë që janë 243 sigurimsa në polici akoma tani në organe drejtuese,
Edhe sipas tij janë një 70 e ca gjykatës or prokuror akoma që edhe e kanë kaluar vettingun, edhe thotë ky ka pa dokumentat të cilat si bën dot publike, por që janë akoma thot funksionar pavarësisht se kanë qenë sigurisht edhe dihen njihen dosjet. Agron Tufa i kanë nxjerrë me emra të gjithë. Po, da Agron Tufa. Por problemi është unë nuk e shikoj një qëllim të mirë ose pozitiv me hapjen e dosjeve. Do doja realisht të hapeshin, edhe do doja që të ishin hapur shumë kohë më përpara, por nuk shikoj sepse gjithmonë duhet ajo pse po i hapin tani, pse po ndodh tani. Thjesht për t'i thënë Ali Beaj dhe grupi Ali Beaj, grupi i Bashës, për të thënë që ja ne po bëjmë diçka, po ndahemi nga e shkuara. Ndërkohë PS-ja po jep kartën e vet, domethënë do të pengojnë metën, do të krijojë këtë idenë që ja ne po hapim dosje, po ndahemi nga e shkuara komuniste, kur vetë PS-ja ka një lloj nostalgjie, ka një lloj qasje shumë interesante me të shkuarën, edhe ndaj festave, edhe ndaj simboleve, sepse tu duhet bërë diskutime a duhen ndaluar dhe simbolet, figurat caktuara të komunizmit, sepse e shohim shokun e Enver herë për herë, sa herë ka këto ditët përkujtimore kështu ngrihet lart flamurit komunist. Edhe PS-ja jo vetëm që nuk ka një lloj lëvizje kundër këtij, përkundër, siç janë këto festa komuniste, ka qef ti nxjerr në pak këto. Edhe gjithmonë ka qenë këto incidentet me figura të tilla. Kështu që për mua nuk shikoj një qëllim pozitiv nga këta që e kanë hartuar ligjin. A do doja të hapeshin po normalisht? Po nuk është pozitive në fund edhe pse është bërë me qëllim negativ, nuk është gjë pozitive nëse do kipet. Do mbahet minimumi një nga këta ish sigurimcat ose ish bashkëpunëtorët si mund të jetë Ilir Meta, se ne për shembull me sa asnjëri nga ne nuk e di se në çfarë grade është i përfshirë. Është pozitive, thjesht nuk e ka rrezën mjaftueshëm gjerë dhe ligjet kur bëhen atë persona janë problem sepse nuk bëhen për të mirën e shoqërisë, por bëhen për një qëllim politik. Por edhe sikur një person, një spion të largohet, mirë është, nuk është gjë e keqe në vetvete. E keqja është përdorimi politik që është bë 30 vjet kësaj pune. Herë Berisha, pastaj Kudiun Nano, tani edhe Rama. Kjo është qëllimi është e keqja, jo hapja e dosjeve në vetvete. Po mirë, si mendon ti, sa mund ta dëmtojë kjo vërtet ato Ilir Meta? Ose do e dëmtojë apo jo një herë edhe do i ndjekë këta të tjerët apo jo, se edhe për Saliun ka akuza dhe afera të tilla që ka qenë i përfshirë me Partinë Komuniste dhe ajo foto në fakt me ato fëmijët e Enverit që qarkullon etj, domethënë tani. Çfarë dëmi do bëj kjo? Unë mendoj që ky kishte nevojë për një nisëm ligjore ose shtetërore për ta goditur Ilir Metën, ashtu siç e godit Sali Berisha me non gratën. Ky kishte nevojë të shpikte një non grata për Ilir Metën. Duke qenë se Ilir Meta u zbut kohët e fundit dhe nuk po luftonte me shpatë kundër amerikanëve, i nxorrën shpikën këtë dosjen tani që doli nga hiçi dhe janë nxorrën. Tani a mund të jetë e vërtetë, unë nuk e vë dorën zjarr që është e vërtetë, sepse s'ka ne çudi që të jenë spionat komunizmit. Kjo është Katovica e famshme shqiptare. Dhe kjo nxjerr edhe i far hipokrizie të Sali Berishës dhe demokratëve që po luftojnë tani me gjithë fuqinë për të mbrojtur një spion që të mos hapen dosjet. Po ideja ime është që ja bën mua që kjo është një manovër politike për ta godit me ligj dhe me shtet Ilir Metën që mos marrë pjesë. Po tek e fundit, për mendimin tim kjo është e kotë, se ja e godita atë do jetë Monika, kryetare e partisë dhe deputete. Nuk e eliminon dot politikisht një person që ka vota dhe ka mbështetje popullore. Dhe për Berishën u mendua, për shembull unë personalisht kam menduar që pas non gratës ky ka marrë fund politikisht. Por ai ngriti një zhurmë edhe një revolucion, edhe pse revolucion në got, ishte i far revolucioni brenda PD-s dhe mori pushtetin politik. Pushteti politik është sa njerëz të mbështesin ty, sa njerëz votojnë për ty, sa njerëz luftojnë në thonjza për ty. Nuk është pushteti politik a ke kap ti këtë post ligjërisht apo nuk e ke kap ligjërisht. Ti mund të jesh deputet ligjërisht, por mund të kesh 0 vota dhe elektorati ty të ka ikë plotësisht dhe në zgjedhjet e ardhshme do të shihet që ti je bosh. Kështu që nuk mendoj që manovra të tilla mund ta nxjerrin një politik ose mund ta zgjesojnë një politikan, por janë një tentativë për ta zgjesuar një politikan. Nuk ka dyshime këtë. Dhe duhet të them që nuk është vetëm në Shqipëri kjo, sepse luftë me gjykata, luftë me goditje të tilla bëhet kudo. Bëhet për shembull në Amerikë, ku Trumpit i thuhet që shiko të fusin burg se ti ke nxjerr dokumente të klasifikuara, i ke nxjerr dhe i ke qenë tek vila jote, po mos kandido për president. Bëhet në vendet e Europës ku janë nxjerr. Mbaj mend në Itali Salvini kërcënoi se do e fusin në burg për rrëmbim personi, sepse kishte ndaluar një anije emigrantësh. Ose në Gjermani mbaj mend kur
Partia e Gjelbërve u godit para zgjedhjeve, doli një plagjatur e një kryetares dhe u godit edhe ajo humbi vota. Kështu që unë e shoh shumë politike këtë, nuk shoh asgjë ligjore dhe të ftohtë procedurale. E shoh manovër politike. Sa do ketë sukses nuk e di. Mbetet për të parë, si thonë ata që përputhen, por mendoj që nuk e asgjëson dot totalisht Ilir Metën kjo lloj manovre për mendimin tim. Normalisht, shiko, shumica në çdo vend bëjnë këto, kjo ke shumë të drejtë. Ai rasti në Gjermani që thua ti ka qenë kandidatja për kancelare të Gjelbërt, Annalena Baerbock, edhe ajo ka qenë vërtet plagjatur. Pavarësisht se ajo nuk e di siç mund të arrin këto politikanët majtë zakonisht që nuk e di se si i mbijetojnë gjërave të tilla, sepse e njëjta gjë me plagjatura ka ndodhur në dy politikanë në kohën e Merkelit, po të partisë Merkelit, që është qendër e djathtë në thonjza, se ku s'ka më djathtë tu. Edhe ata u zhdukën direkt nga partia me çështje ditësh, domethënë. Kurse Annalena Baerbock vazhdoi dhe mbijetoi zgjedhjeve edhe mbasi sa mbaruan zgjedhjet e hoqën në një anë se ishte thjesht përdorje së fytyrë femre. Por që plagjatura e saj tregoi që kjo vërtet në pozicionin që ka tash, që është ministre për punë të jashtme, është e pakualifikuar, që ka trazuar gjarkat me të gjitha këto shtetet që ka Gjermania debate të afra, siç është Turqia, Rusia etj. Edhe domethënë ka emisione skandali për këtë. Por që kjo skandali i plagjaturës e dha paralajmërimin që atëre. A mund të bëjmë ne një paralelizëm me këtë situatën tash? A mund të jetë kjo që po ndodh tash me këtë pseudo hapjen, domethënë që një lloj paralajmërimi që shifet se ta persona që kanë pasur atë të shkuar ose që kanë arritur atë që kanë arritur në mënyra të ndryshme, domethënë, janë gabim për të mbajtur një post. Juve e thatë po tash dhe unë po them. E kupton? Ideja është se nuk kemi për ta pasur ndonjëherë, domethënë sipas mendimit tim, një utopi ku politikani të zgjidhet nga populli dhe të bëj 100% ato gjëra që i premtoi popullit gjatë fushatës elektorale apo gjitha pallavrat që thonë ata në çdo lloj mbledhje, domethënë. Do ishte shumë mirë, ajo është sensi, ata kërkon çdo njeri, por nuk ka për të ndodhur asnjëherë. Ideja është që ta hanë ata të fryen për vete, po ideja të bëjnë diçka për popullin. Çdo gjë gjella me kripa me karar, kur i thonë. Po këto persona, domethënë, me një mënyrë apo në një tjetër, sa do e pistë të jetë loja, unë mendoj se personat e pistë e kanë hak lojën e pistë. Edhe personat si Ilir Meta, domethënë, e kanë hak që një gjë e tillë të përdoret specifikisht për atë. Pajtohem me mendimin tënd, nuk diskutohet në 100% që s'është qëllimi i mirë dhe nuk është vërtet se nuk po i intereson njëri populli apo të gjitha, po është small win, është një fitore e vogël, domethënë që një mbetje e vogël është kjo fitoria që fiton populli. Kur kjo është diçka që nuk është menduar as për popullin, siç e thatë ju, as për asnjë gjë. Thjesht është një fitore që ngel, është ajo thërimja që ngel për ne. Unë e marr, unë e pres duar hapur tash, se di si mendoni ju. Shiko, nëse mund të them diçka se po marr shumë kohë. Atëherë unë mendoj se kjo që po del tani vërteton atë idenë që sistemi ishte i kapur që në fillim. Sepse kryetari i Partisë Demokratike sot është ish sekretari i partisë. Kryetari i Partisë Lirisë është pothuaj që është një ish bashkëpunëtor i sigurimit, ndërsa kryetari i Partisë Socialiste është i biri i deputetit Kristaq Ramës dhe nipi i Spiro Kolekës, që ishte figurë e lartë e regjimit. Pra, të treja partitë janë të kapura që në gjenezë. Mos flasim pastaj për parti tjera, Partia Republikane ose Partia Gjovelit. Kështu që kjo lidhet pak a shumë edhe me atë temën e dytë që e ke ti për largimin e trinjve, sepse Ramizalia e pa që sistemi po binte, e pa që u vra Ceausescu dhe mendoj, okay, tani sistemin do ta ndrojmë, po pushtetin duhet ta mbajë. Dhe vendosi njerëzit e vet në kryet partive kryesore. Pastaj sigurisht që i doli nga kontrolli Berisha e gjithë të tjerët, por kur nuk pati tek ne një antikomunizëm organik ose një pastrim të shoqërisë nga krimet e komunizmit ose një pastrim shoqërisë nga mentaliteti i komunizmit. Ndërpres pak se dua që të ma plotësosh ato që do them. Ndërpres të vazhdo direkt pra pastaj. Në podcastin e fundit që kam bërë për Sali Berishën, që ka qenë bashkëbisedim me
Henry Ismailën, domethënë diskutonim eksplicit në mënyrë për Sali Berishën dhe ai është një nga ata persona që nuk e di që Sali Berisha ka qenë sekretar partie ose allegedly sekretar partie, edhe që ka qenë i përfshirë me fëmijët e gjitha. Është një nga ata persona që nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë këtë si fakt. Edhe pse për këto lloj informacione unë dia se ishin gjëra që i dinte çdo kush, e para dhe e dyta, kjo pjesa që nuk ka pasur asnjëherë ai revolucioni që ka ndodhur në të gjitha vendet, domethënë që ata ose janë vrarë ose ku dëgjon në mënyra makabre ose janë futur në burg ose janë marrë gjitha. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë sepse sot e kësaj dite nuk është futur asnjë komunist në burg për faktin se kanë qenë komunistat sot e kësaj dite. Tani mund ta shpjegosh. Janë fut komunista në vitet 90, janë fut nga Berisha, është fut Ramiz Alia, Nexhmia, Hekurani Saj, Lenka Quko, që figurat lartë të komunizmit, po u lirun pastaj në 97-ën dhe u shpall amnistia Fatosnanës dhe dolën të lirë. Plus që ato ligje që miratonte Berisha atëherë kritikoheshin fort nga Komisioni Evropian dhe nga edhe sot që është bërë ligji për lustracionin, duhet mendohet mirë sepse mund ta hedhë poshtë Strasburgu. Sepse nuk mund bëhet gjëti shtrigash, domethënë duhet zbatohen drejtat e njeriut, edhe nëse ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit, edhe nëse ka qenë persekutor, okay, ndoshta s'mund të lejohet në poste të larta, por nuk mund t'i mohosh një jetë publike. Ndërsa ajo që thu ti është e vërtetë dhe du ta plotësoj sepse sistemi, siç e thash, ka qenë i kapur që në vitet 90 dhe ka vazhduar të jetë i kapur edhe nga ana e ekonomisë, edhe nga ana e politikës, edhe nga ana e posteve të larta dhe ata që emigrojmë jemi ne, domethënë fëmijët e atyre, fëmijët e kastës nuk kanë nevojë të emigrojnë sepse Shqipëria është e tyre. Ata janë fëmijë ministrash, fëmijë deputetësh, ata kanë pushtetin. Nuk po them që nuk është e pamundur të mposhten, por është shumë e vështirë. E fundit duhet shtoj që ka dhe një problem, sepse ne mund të themi shoqyrë që u hapën dosjet, shoqyrë që u godit edhe me ligj një politikan, por këtu un kam një dilemë personale që po të futen burg këta, ose po të azgjësohen figurat e opozitës, a do azgjësohen edhe partitë opozitare? Se tani po të goditet Ilir Meta dhe Monika, me shumë mundësi PL-ja do shkrihet. Dhe këtu mund shkojmë drejt një pushteti monist të Tiranës, se nëse goditen Berisha, nëse goditen gjitha figurat e opozitës, mund shkojmë tek situata siç ishte me Lulzim Bashin, që ishte gati të futej në pushtet me Ramën, pra të kishim vetëm një parti dhe të mos kishim opozit fare. Dikush thot është mirë se lindin opozita të reja, po mund të krijohet një situatë si me Vučićin në Serbi dhe unë nuk e di, nuk jam i sigurt a është gjë e mirë. Jo, ajo gjë e mirë nuk është as pak, ose nuk ka një njeri të shëndetshëm ndryshe pavarësisht se thon rapti do të dalë një opozita të mirë apo jo. Ajo është budallik, po problematika është që shiko, është një fenomen që nuk është as pak as fakt, as nuk do me thënë një gjë, po deri tani përveç se në Shqipëri, me sa di unë, në të gjithë Europën lindore, të gjitha partitë që kanë mundur komunizmit gja janë shpërbër, kupton? Sepse ka qenë parti që kanë kryer detyrën, edhe nuk jetuan aq gjatë sa të bëheshin ai armiku për ata kundër të cilët ata luftonin, kupton? Ajo shpreha e bukur e filmave kështu. Edhe në Shqipëri nuk ka ndodhur që në Shqipëri akoma do jemi akoma me atë me mosbindje publike, thotë. Në të gjitha formave, ai është akoma i grushtit, i shufrave të hekurit, i gurve, e kupton, është një njëjta lloj mënyre, edhe nuk funksionon kjo. Edhe nëse një lëvizje politike e tillë do t'i hiqte, do t'i largonte ta tipa, mirë do ishte. Edhe siç e bëri ky Ilir Meta për shembull, ajo është në princip diçka shumë e mirë, të shkrish partinë dhe të krijosh diçka tjetër. Po këti i doli blo fare, se ish doli e shpifur fare, nuk kishte asnjë lloj, nuk i ngjalli asnjëriu asnjë gjë. Paktën jo këtyre njerëzve që kam më vërdall. Domethënë të gjithë thonë që plaku ishte shumë gjë e shpifur. Edhe mendoj se për një shumicë të madhe ashtu është, nuk ka ndezur asnjë lloj gjëje. Dhe arsyeja më e madhe, jo për vetëm se edhe marketingu e këto gjërat janë të dobta, se njerëzit janë shkalojnë këto pjesë, edhe janë një nga pjesët më të rëndësishme të një partie ajo është si e shet veten. Por sido që t'ja vëj emrin ai, mund ta ketë emrin i hiti më i mirë i mund që mund të jetë emri i asaj partie, nëse ai do dali, domethënë thoi it's a final countdown, e kupton?
nuk duan më njerëzit të rapur. Edhe shiko, ka dhe rob që janë të mëdhenj në moshë, ne i bëjmë me faj, disa herë me dije, disa herë pa vedije, që janë ata të cilët që i zgjedhin këta akoma dhe që i suportojnë e gjitha. Dhe ata kanë valur deri te pjesa që i është shpifur fare dhe nuk duan të i kenë më këta personazhe në... Nuk jam shumë i sigurt që nuk i duan, sepse nëse i pen nëpër mitingje po shkonin me shumë dëshirë edhe djem të ri madje, duke luftuar për Sali Berishën, kështu që ndoshta nuk i duan. Sali Berishën e kishte kanë te Ilir Meta më shumë, domethënë, po për Sali Berishën po. Sali Berisha është kult. Ban ato votat veta, as sa ka. Domethënë, mos u nis nga but kuptimi jot, po shiko militantët kë duan. Militantët ata njerëz duan, dhe nëse ato parti shkrihen, i bie që të shkrihet edhe opozita në vend, se duam s'duam. Berisha me Metën janë kundërshtarët më të fortë të Ramës sot për sot. Unë do doja që e thurja me vetëvendosjen bëhen super të fuqishme, të kenë 100.000 vota. Po nuk janë aktualisht. Dhe alternativa kush ishte? Alternativa ishte Basha, që ishte gati për çfarë lloj kompromisi dhe bënte atë spektaklin, bëhet letrat, mbledh letrat pseudo-opozitën. Kështu që asun nuk di ta them me të thënë drejtën, e kam dhënë dilemë me vetveten. A është më mirë të kemi një opozitë keqe apo të mos kemi opozitë fare? Është për më tepër që këtu kemi edhe një sistem të kapur, sepse edhe opozita merr lek. Ashtu siç është si opozit nga oligarkët, i kemi pa Samir Manen me kastratën se si financojnë, kështu që është një sistem i kapur shkurt muhabeti. Okej. Tani për temën tjetër, domethënë me që Jo, pse e konsumuam këtë ne? Hë. Jo, po kisha edhe diçka, domethënë që tek ideja që thua ti, në parim ne jemi dakord që të hapen dosjet, jo të hapen dosjet për të futur në burg dhe të pastrohet shoqëria shqiptare komplet nga këta rob të tillë që ka qenë i sigurim, sa bashkëpunëtor, prokuror e gjithë. Por problemi është që kjo krijon një lloj precedenti shumë tuar, sepse autoriteti i dosjeve, që ka dosjet, duket sikur është vënë në thundrën e Partisë Socialiste dhe sa herë i frym Bilbilit Partia Socialiste ka një hall për zgjedhje, në një hall elektoral, i frym Bilbilit dhe hajtë nxjerrim një figurë tjetër. Dhe ne bijem në këtë zhurmnajen e madhe që shkakton PS-ja për X figurë, se më dal një figurë tjetër nesër, ose ka një kundërshtar politik në Parti Rama, i thot atij autoritetit ma nxirri çik të publikisht se bën atë hetimin tuaj siç bën me Metën. Dhe kjo bëhet një precedent shumë i shëmtuar, se nuk është interesi publik që ne duam të luftojmë personat që kanë, po bëhet kështu si dikur emisioni fiks fare që mbante dosjet njerëzve të përgjuar e kamerat e fshehta dhe kur nuk i bindeshin kushteve të tyre, i nxirrnin. Çështja është që nëse do bëhet kjo një lloj gjuetie shtrigës për persona konkret dhe për efekte elektorale dhe partijake, mund duket një gjë shumë e shëmtuar. Dhe bie dakord me atë dilemën që thot Albioni që na intereson një opozitë keqe, Berisha, Meta, që e dim fare mirë se çfarë figurash janë, apo më mirë pa opozitë fare. Dhe unë do doja, ndoshta është një gjë absurde dhe edhe ndoshta edhe vetes nuk ja pranoj, po më mirë Meta e Berisha një opozitë që keq apo mirë, do dy fjalë do i bzajnë. Domethënë, nëse Rama fluturon me charter, do bëjmë mediatike diçka më shumë se sa unë dhe ti. Ose nëse ka diçka tjetër, Rama o trembet, sidomos Metës, si trembet Metës për shkak të edhe lidhjeve që kanë pasur, e një më mirë dhe nga afër. Çështja është që nëse ne eliminojmë këtë, atëherë t'i sigurojmë Ramës deri nga 2035, 2040 deri ku mërzitet Rama me pushtetin, sepse nuk shikoj. Kjo nuk më pëlqen fare anë këtë pjesë, se kjo është një lloj pesimizmi që Po prandaj po them që është një lloj pesimizmi, po ajo që thua ti është që këta realisht janë figura domethënë të denigruara, Meta dhe Berisha. Por problemi është që është në çfarë mund të ofrojmë ne tjetër në opozitë, çfarë mund të jetë për kundërshtim në raport me Ramën, sepse ai po e krijon një lloj kështu qasje pa opozitë fare, e ndërkombëtare duke qenë që s'ka një alternativë opozitare, lën kështu japi një lloj aksesi edhe një lloj çeku të bardh Ramës që të vazhdojë që të bëj këto lojrat, krijoj këtë demonizimin ndaj tyre. Është pak Ramës për faktin, ja lën Ramës për faktin se Rama nuk është ai që i përlyer ose të paktën nuk i ka sheshë çu që kanë këta apo ja. Ja mirë pra mirë, po eci edhe unë me këtë me të njëjtën ide që keni ju. Po e zëm se është problemi është Rama. Ore këta janë gjithë, çiko. Nëse ka një parti politike në mesadiu në Evropë që akoma nuk është shkëputur nga tradita e komunizmit është PS-ja që nuk është se lindi në 91-shin. Ishte një parti që bëri metamorfozën thjesht me një vendim aty, ndryshoi emrin, ndryshon ca gjëra
statutin e këto dhe pasi u bë nga PPSH-ja u bë PS. Problemi edhe PD-ja, eksponentët e PD-s janë bit mitrës madhe të Partisë Punës. Domthonë, gjithë këta akoma status quo-ja, pushteti ekonomik, gjithë këta e kanë pasur, akoma e kanë. Edhe po ti shikosh, dhe Prona dhe Blendi Fevziu bërin namin me kushuri 17, kushuri 18 për të marrë Prona në Tiranë, thjesht për shkak kësaj mbështetjes edhe për shkak kësaj lloji trashëgimie. Gjithë këta ne akoma vazhdojmë, djali Kristaj Shamës, Besa Beqir Balluku, gjithë këta vazhdojnë akoma në pushtet dhe ne themi kapim edhe të ndahemi nga X figurë. Unë jam dakord, problemi është pse mos bëhet për gjithë, për Metën, për Ramën, për Ballukun, për Berishën, për gjithë, për secilin, jo vetëm për dikë, sepse unë nuk dua që ai të marrë shumë vota në zgjedhjet e fundit. Ne problemi është që ne kemi 30 vite kohë dhe akoma nuk kemi ndarë me të shkuar në kështu në mënyrë kolektive, edhe si mendësi, edhe si qasje, edhe nga ana e personave konkret. Akoma kemi një shtunë. Atë përmend Javi, ne nuk kemi ndarë sepse ne nuk kemi vrarë, që u vran në gjithë Europën lindore, domethënë që shembulli që është parë si Ceausescu Pse s'ka ndodhur kjo? Pse s'ka ndodhur? Sepse vetë ata që i kanë dorë këtë proces, janë po të njëjtët. Ata që kanë dosje, që edhe ky autoriteti dosi janë persona të cilët kanë qenë përfshirë nga atë sistem. Edhe nëse ti je përfshirë, ke qenë përfshirë, normalisht nuk ke interes ta bësh një gjë të tillë, sepse gjitha ky lloj qersulli në fundit vjen vetëm tek ideja e vullnetit politik, se nuk është aq e vështirë me bë për transparencë ose mi hap. Ato prova që janë, ato dosje që janë. Problemi është që nuk duan, si për çdo gjë tjetër do gjejnë një lloj kleçke dhe do kapin më shumë të zhurnaja politike. Unë po ta them, për mua vërtetimi më i madh i gjithë kësaj çështje është që pas zgjedhjeve do zhduket si çështje, sepse nuk ka interes në elektorat. Por ama tani ka Berisha është non grata, bjerri aty. Berisha rublat ruse, pavarësisht se është bash ai, po vazhdon ai PD-ja rublave ruse. Edhe ky do jetë po mi pra më shiko, se kjo lidhet me temën e dytë, domethënë se është njëta gjë, se para politika aktuale ishte tema e dytë në fakt. Shiko, mirë pra po edhe un po vjem në anën tuaj, po themi, okay, janë më mirë që kemi këta siç i kemi opozicë, sa mos kishin fare, domethënë. Po ideja është se po ja fituan këta, erdhi Berisha ose më dha në pushtet, ne si shqiptar fituam gjë, se unë nuk mendoj se fitojmë gjë. Unë mendoj thjesht ne do humbasim më shumë, se ne po me nder muhabetit po ndrojmë mutin me kak. E kupton? Se kësa janë të gjithë janë njëta lloj fytyre, është njëta mënyrë qeverisje, se unë jam shumë i bindur që shumica e di që mënyra se si Rama qeveris është identikisht me mënyrën se si Berisha qeveris. Ishte vetë zot vetë shkop, i bënte të gjitha siç donte qefi vet. Ai ishte lloj modeli që ai e ngriti, ky e perfeksionoi, ky tjetër do t'ia marri prapë tash, se ku dëgjoj, unë do është çuar nga vari. Po figura kemi pasur, që gjithkohës kemi pasur figura të reja. Edhe ishte koha, nëse Ali Berisha do ishte kaq revolucionar për krahun e djathtë, që vërtet do donte një të djathtë shqiptare, që të ngrihej, të reformoj, kishte kandidatë të tjerë kundër Lulzim Bashës në ato kohë. Por nuk e vendosi. Nuk e vendosi dhe erdhi deri te kjo pjesa që në momentin e parë që u prekin rrezik personal, tani do ndryshoj çdo lloj statusi, do krijoj partinë e re demokratike etj etj. Këto janë pallavra plot, e kupton? Janë një mut nga do kthen kokën, janë i njëjti person me fytyra ndryshme për mua. Po prapë sepse janë bi të të njëjtës parti puna dhe ideja është që jam dakord, asnjëri nga këta nuk është se ndryshon situatën për një përkundrazi, domethënë bën gjën keqe më keq. Po çështja është, domethënë lufta midis këtyre dhe problemi është nga njëra anë është problemi i mosndrimit të elitave politike dhe populli i cili nuk mbështet më figura të reja, pavarësisht se themi her pas here po kemi edhe në pjesën tonë të fajit, sepse nuk besoj se do jenë figurat nuk besoj se do jetë Endri Shabani, njerëz të tjerë, domethënë dhe ai këta nuk votuan minatorët vet atë Elton Debreshin, aq popull mazokist jemi. Nuk duam t'i ndrojmë Berishën. Ti e shikon edhe në mitingje, në foltore, Meta dhe Berisha shkojnë njerëz ose edhe Rama, po ti shikosh janë fiks si ato kronikat e komunizmit dikur, babai mat që shkon te populli, puth fëmijë, luan basketball ose Berisha që pritet si hero me këngë valle, vetëm kamerat që janë high definition, pa asgjë tjetër nuk ka ndryshuar. Dhe siç duket, ka një lloj përgjegjësie vet publiku që i mbështet këto figura, se përpara se bënim një dekomunistizim të shoqërisë nga ana institucionale, do ta bënim nga ana mendore dhe nga ana e mendësisë që këta njerëz të mos i qasnin fare edhe politikisht,
Po jo t'i presi me këngë, me valle, t'u shtrojmë baklava e gjëra të tilla, duket sikur ka ardhur Enveri për herë dytë, po është ndarë në 3 pjesë. Puna është nëse ne duam të rrëzojmë Ramën, si do rrëzojmë. Sepse një qeveri në sistemin ku jemi rrëzohet me zgjedhje dhe partitë politike më të mëdha këto janë. Unë do doja, jam mbështet si Albin Kurti, do doja që të vinte një person si Albin Kurti në pushtet në Shqipëri. Po fatkeqësisht nuk e kemi në treg. Dhe për shembull Miloševićin atje në Serbi, kur kanë bërë atë revolucionin e buldozerëve, ka ardhur në pushtet Zoran Gjinxhić, që ishte pro-perëndimor për Europian. Mirë po Zoran Gjinxhić ka përdorur për atë revolucion, ka përdorur edhe qetnikët, ekstremin e djathtë, që ishte kundër Miloševićit. Edhe mos gaboj vetë Gjinxhić ka thënë, nëse dikush do të mbajë durë të pastra, mos t'i futet politikës. Kështu që nëse ne duam të rrëzojmë Ramën, po më përpara do rrëzojmë Berishën edhe Metën, çfarë do ngelin në Shqipëri. Nëse ne do godasim, nëse nesër Spaku do godasim PD-n dhe PS-n, edhe do shkrihen këto dy parti politike, apo ja zgjasim, apo po ja shkurtojmë pushtetin Edi Ramës. Disa thonë se po ja shkurtojmë se do dalin lëvizje të reja, okay, por unë me këtë popull që kemi dhe me këtë entuziazëm që kanë këta për Sali Berishën e tjera, nuk e shoh të mundshme. Ja, ne të dy dallojmë, domethënë jemi nga pikpamjet e kundërta, drejt për drejt, domethënë se ti i faktit që okay, ta rrezojmë një Ramën me këta që kemi, me këto që kemi tani dhe pastaj të shohim. Kurse unë eci si cesi edhe për jetën time, valla, edhe kur lë punë. Unë para se të lë një punë, gjej një punë tjetër, pastaj lë të punën. Se nuk mund ta lë veten time domethënë atë lloj mënyre që të jem një farë periudhë domethënë bosh fare, edhe mund të mos suportoj. Edhe unë me këtë kështu e mendoj edhe për shtetin, edhe për të ardhmen, domethënë, edhe një votë që mund të kemi etj etj. Se kjo është e rëndësishme. Ne tani nuk mund të themi ta rrëzojmë me këtë, është ky ta rrëzojmë, tamam, ti iki ky të bëhet çfarë të bëhet pastaj. Edhe duke shpresuar që mbasi të iki ky do bëjnë gjërat më mirë se këta do ta shikojnë kështu që nuk do të asnjëherë se kemi 32 vite nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Është i vetmi mekanizëm. S'ka mënyrë tjetër përveç se me ndryshu pushtetin politik. Po duhet të hequr këta të tjerët, duhet ndryshuar fytyra e opozitës sepse një opozitë do vi me të njëjtat fytyra nuk është e aftë për të mbajtur pushtetin, se do bien ata. Jam dakord me ty, unë këtë qendrim kam bërë gjithkohës, biles unë kam menduar që po të vinte bashkë në pushtet atëherë, Berisha do spostohej avash avash. Rama do ikte, do vinte Velia në kryet PS-s. Bile shumë njerëz e shajnë Velia dhe kanë shumë drejt, po unë për vete kam menduar që po të vije Velia në kryet PS-s, prapë është diçka më mirë se po të rije Rama 20 vjet, 30 vjet. Nuk duhet të rrëshqasim putinizëm, se putinizmi është shumë më rrezikshëm se sa demokracia problematike. Demokracia korruptuar ka probleme. Putinizmi ose autokracia ose pushteti që nuk ndron kurrë, ai nuk ka probleme, ai është problem vetvete. Dhe ndryshimi i pushtetit duhet ndodhi në mënyrë ciklike, madje duhet ndodhi çdo 4 vjet, as çdo 8 vjet jo. Kështu që unë me këtë optikë shoh. Për ndryshimin e pushtetit, tani ndryshimi i pushtetit ti kur flet për ndryshimin e pushtetit e ke për fjalën për ndryshimin e partisë apo për të kreut? Ndryshim pushteti në çdo kuptim, edhe brenda partive duhet ndryshojnë kryetarët, nuk mund të rrihet një kryetar 30 vjet, unë për këtë jam. Mirë, 30 apo jo, po hajde ta heqim ku është viza tani. Si? Hajde ta gjejmë se ku është vija të hequr, se për 4 vite ne të gjithë e dim tash, jemi bindur që asnjë lloj politikani nuk arrin dot asnjë gjë për 4 vite. Minimumi që ti mund t'ja shikosh hajrin një lloj qeveri bërje politike do të jetë 6 deri në 8 vite, por mos të 10. Se nuk është gjë dëshiron të punoj. Problemi është se zhyten aq thellë në korrupsion sa për 4 vite janë kalbur. Prandaj po them unë që të ndrohet aq shpesh. Jam dakord me vizionin që po të ketë ai dëshirë dhe vizion të punojë duhen shumë vite. Problemi është se ne kemi nevojë urgjente për ndryshim dhe për ndryshime sa më të shpeshta dhe ndryshime edhe brenda partive. Dhe kjo që po ndodh me primaret është gjë shumë e mirë dhe mirë do ishte që të kishte lista të hapura, që dilnin politikanët gjithë para elektoratit dhe të shihej cilin e don populli, cilin nuk e don populli, se vetëm demokracia mund ta pastrojë sistemin, vota popullore, ndryshe mjet tjetër unë nuk shoh. Mund ndodhi edhe me SPAK, nuk e përjashtoj, po ndodhi me SPAK dhe pastaj do ngrihen revolucione, këta po mfusin burg mu për politik, jam i burgosur politik, do bëhet si me Nanën, që Nano u fut në burg për korrupsion dhe e bën socialistat hero. Ky është problemi, duhet me ndëshku populli me votë.
Po mi kishte kjo pra, shiko, thelbi kjo është i gjitha, ideja është po të shkojnë me votë. Problemi që kam unë me këtë faktin është që mua nuk më bindë, unë nuk di për shembull këtë vi unë tani të kthehem aty, të vi të votoj, unë sinqerisht nuk e di këtë votoj. Se unë nuk e kam asnjë lloj ndjesie që njëri nga këta të dy tani që janë në opozitë, domethënë, mund të jetë ndonjë ndryshim i madh. Ore për t'i votuar si votoj asun, po njëkohësisht nuk e mbështes as autokratin që të vendosi kush do dalë nga politika sepse i ra lapsit ai dhe tani nuk i lëvërdis ka ati Ilir Meta. Ilir Meta e boni kryetar bashkie, e boni politikan atë, tash i doli ky përfundimi që ai qenë ka spion dhe nuk vleka. Në 2013 e mori pushtetin me Ilir Metën ai. 2017 pastaj i mori antarët e partisë, i mori Alçi Pllakon, i mori Lefter Kokën, i mori Nasip Naçën, i mori gjithë korruptuarit që i kishte ai dhe pjesa korruptuar e LSI-s i pëlqen. Kryetari i korruptuar i LSI-s nuk i pëlqen. Kjo është hipokrizia. Këtu nuk e mbështesën. Po që për të mbështetur këto partitë unë nuk i unë kisha votuar vetvendosin, po të kem mundësi nesër, po të futet vetvendosin në zgjedhje. Shqet apo ta them. Po ato tani çështja të bëj një pyetje. Tani çështja është që e kuptoj këtë raportin, por problemi është që a është një keqje imediate më e madhe Rama që duhet hequr, apo do ishte e keqja më e madhe në një situatë, po themi që Berisha dhe Meta vinë pushtet. Për ty cila është më e keqja më e madhe? Këtë pra, kjo është ikë që bëra dhe unë nuk e di. Unë nuk i dalloj dot fare këta njerëz. Po pra, unë jam dakord, por problemi për mua është që Rama ndoshta Berisha dhe Meta nuk duhet vinë pushtet. Problemi është që Rama duhet hequr në mënyrë imediate nga pushteti, sepse nëse ecim me këtë logjikë, edhe nëse opozitën do ja godasim, ajo opozitë që është, do ja godasim liderët e saj, do vazhdoj çal edhe për një dekadë tjetër ose ndoshta edhe për shumë vite dhe normalisht ai Rama pak nga pak do e ketë kaluar Enverin me vite pushtet. Edhe do të thënë çfarë do diskutojmë pastaj e shkura komuniste kur jemi kthyer në një të tashme të tillë, domethënë për te autokracisë. E duket sikur një lider derisa të vdesë do qëndrojnë pushtet. Problemi është që unë e gjykoj shumë mirë procesin demokratik brenda partive që duhen ndruar kryetarët, duhen ndruar ata despotët brenda partisë që i kanë kthyer kështu si tip familje bajraktaresh që lindi para i fisit dhe gjithmonë ai rri. Sepse kjo reflekton dhe mënyrën qeverisje dhe është më mirë që paktën të kemi ndryshim qeverie çdo 4 vite ose maksimumi 8 vite, sepse kjo krijon mundësi më të pakta korrupsioni, si krijon mundësi më të pakta për të kapur institucionet, për të kapur gjitha edhe mediat, edhe veglat, gjithë autoritetet në Shqipëri. Kurse nëse Rama merr një mandat të 4 ose 5, normalisht domthonë vetëm mbreti do i ngel pa shpallur. Qoftë nga ana pragmatiste, se nuk është se ka një lloj ndryshimi shumë madh, se nuk kemi një alternativë të mirë politike që realisht mund thuash duam ta mbështesim, ose edhe nëse kemi kështu shkëndija, nuk i pranojmë, fillojmë i sulmojmë. Ky është kështu, ky është ashtu, Endri Shabani është i Sorosit, Adriatik Laba i Sorosit, Arlind Qorri është komunist, Bojken Abazi është neokomunisti Albin Kurtit. Domethënë fillojmë i sulmojmë, nuk është se kemi dhënë mbështetje, edhe një kandidat ose një person që ka një lloj predispozite pozitive, me dalë aty fillojmë e kritikojmë më shumë, ndërkohë mbajmë qeverisje këta qenë, mbajmë Ramën, Berishën, Metën 100 vite. Çështja është që për mua kjo gjë duhet më ndryshuar, domethënë sa më rotacionin është më mirë të kemi një lloj rotacioni qoftë dhe iluziv, qoftë edhe nuk do sjell asgjë, por më mirë të kesh rotacion se sa të mbash një person. Se përndryshe heqim dhe partitë e tjera, nuk bëjmë zgjedhje fare, lëm një person na qeverisë deri ku të mërzitët ai. Për më tepër duhet me i bë llogarit me popullin që ke vëlla. Mbaj mend pas 8 janarit ku bë ajo përplasja në PD që bu personalisht më duke neveritshme, si mund ta bëjnë këta si kështjell në 2022-shin. U bën një sondazh dhe u pyet populli, janë mendoni se dhuna është një alternativë e mirë për të zgjidhur problemet politike dhe diku 70% nuk do të gabojmë, shumica thonin që po. Pra populli shqiptar mendon se dhuna është përgjigje për të zgjidhur problemet politike, jo vota, po shkoj bjeri. Kështu që unë do doja që ne të ishim europian, po populli ky është vëlla. Dhe kur kam pasur mitingun e 7 korrikut që shkonin gjithë te Sali Berisha, bërtisnin Berisha, e kam kuptuar që populli e do këtë njerëz vëlla. Unë mund të jem më i emancipuar se ata. Por nëse unë i bëj llogarit me një popull imagjinar, të jo me popullin real, unë dal bluff. Po them për popullin opozitar, se pastaj tjerët duan Ramën, dihet ajo.
Shiko, po. Prapë domethënë në një prizmë të tillë, sjellim me bisedën tonë të tretë domethënë. A më ndihmoni ju mua, se më që unë nuk po e shikoj të dritën që ju e shikoni. Më ndihmoni pak ju e mua të shikojmë këtë që pse ja vlen domethënë që edhe me këta që kemi ne tani. Domethënë të heqim me dy ramën, sepse nuk e di, unë drejt muhabeti domethënë individ si këta të tre në duke me pikpamje të kundrejt të ardhme, i kanë frikë më. Top muhabetit, e kupton? Se nuk jam i sigurt, domethënë. Nuk jam i sigurt. Po se i kam frikë sepse nuk asnjëri nga këta nuk ka bërë asnjëherë, domethënë diçka që të jetë 100% e pastër, pure, puritane, domethënë. Që mos të ketë pasur një lloj budalliku nga mbrapa. Siç zonë shtetet e tjera, se kudo vidhet të burit jot, lere çfarë themi, kudo vidhet. Ama demokracitë e mira janë ato ku bëhen dhe gjëra për popullin pa asnjë lloj interesi politik nga mbrapa, domethënë. Dhe sa më shumë gjëra nga këto të bëhen pa interes politik nga mbrapa, aq politik më të shëndetshme ka ai vend. Këta të tre që e kanë dominuar në mënyrë sadiste skenën e politikës shqiptare për 32 vjet tashmë, unë nuk i nxjerr dot diçka që të them që ja, këta e kanë bërë këtë dhe e kanë bërë vërtet për të ardhmen e një kombi dhe nuk ka pasur asnjë lloj më dyshje tjetër. Edhe kur të kanë frikun, sepse këta lloj politikanësh me bish gjeni nuk rishoj tash ai që është politikan. Tani nuk ndryshon më, që është vjetër, më fal. Në të njëjtën mënyrë do hecen ata përpara. Edhe në të njëjtën mënyrë do shtypemi, në të njëjtën mënyrë do emigrojmë, në të njëjtën mënyrë do bëjmë biseda siç bëjmë ne tani që jemi 5 zeta apo 6 veta sa jemi. Edhe të tjerët vend tek ai mitingu që ti thej që Sali Berisha e duan njerëzit, e bën njerëzit, apo kur bën Edi Rama koncerte që dalin aty merr pera e budalliqe, e kupton? Prandaj nuk dua unë më. Pyetja është si mund të vi progresi. Kjo është pyetja. Domethënë a mund të vi progresi duke ndajtur Ramën në pushtet, a mund të vi progresi duke ardhur Meta me Berishën në pushtet, a mund të vi progresi duke ardhur një parti e re në pushtet me zgjedhje, a mund të vi progresi me revolucion, cila është mënyra racionale si mund të vi progresi. Për mendimin tim, progresi mund të vi nëse shumë shqiptar, sidomos klasa e mesme, herë ata me kulturë në qytetet mëdha, do vendosin që nuk do votojmë tradicionalisht, por do ja japim një parti të re. Dhe ajo parti e re të bëj 5-10 deputet, do të bëhet kingmaker, të vendosit cila qeveri tjetër. Kjo është, po unë nuk e shoh progresin që të vi duke ndajtur Ramën në pushtet, është pamundshme për mua. Një parti e tretë, thojti si FPD që ashtu. Po problematika e këtyre partive që janë kingmaker, di çfarë është se normalisht ose zakonisht, mbasi jam dhe unë gabim këtu. Po këtu për shembull partitë si FPD janë parti që në thelb përveç se pozicionit të kingmaker nuk i ofrojnë asnjë lloj gjëje. Sa ai kryetari i FPD-s tani këtu është ministri i financave dhe është grob fare, nuk kalon dot asnjë gjë, sepse është në koalicion me 2 të majt, ai është qendër e djathtë dhe çdo lloj gjëje që të bën ai nuk kalon asnjëherë. Ky kingmakeri tani që do vëmë ne, që e nxorëm një, e zëm se e nxorëm një, domethënë, është vegël domethënë që me ato lloj llumi që kemi ne, duke të situar edhe ty që të bëhet bërë llogarit me popullin që kemi ne, po dhe ashtu me politike që kemi ne. Ai kingmakeri do jetë aq i vogël albi sa do në një periudhë shumë të shkurtër, domethënë ai do futet në të njëjtën rrymë që janë futur ata, edhe do jetë thjesht bashkëkontori atyre. Unë më pëlqen shumë politika që thua ti. Por ideja është se unë nuk mendoj se nuk mjafton kingmaker. Duhet të jetë dikush më shumë se sa kingmaker, që të jetë më e madhe se sa LSI-ja. Më mbas më e madhe se sa PD-ja, po se ajo, se është ato kanë dhe histori dhe janë parti që janë është sëmundje e keqe i ka rënë të gjatë, por që duhet të jetë diçka më shumë se sa kingmaker, po them. Por politika është arti i smundërës, domethënë nuk është 0.1 e bardhë e keqe, është 0, 0.1, 0, jo, 0.001, 0.002, që të shkohet drejt progresit me hapa të vegjël. Se kështu janë zhvilluar edhe vendet e mëdha, për shembull, Giulio Andreotti ka qenë një ndër njerëzit më të korruptuar në histori, ka pas marrëdhënie konkrete me Totorinën, me mafien italiane, por ishte personi që perëndimi e donte aty sepse nuk lejonte komunizmin që të vinte në pushtet. Kështu që
në politik me njerëz të korruptuar këtë bësh, nëse shkon ti për edhe mendon që do gjej idealista dhe njerëz të pastër, është e pamundur. Puna është si të nxjerrim diçka një minimum progresi nga këta njerëz të korruptuar, nxjerrim një reformë, nxjerrim një investim publik, një rritje ekonomike. Kjo është thelbi, pastaj tjerat nuk e di. Unë jam për Albin Kurtin, po ta them që nuk është i korruptuar fare, dhe e kam mbështet dhe e mbështes gjithë jetën, po edhe në Shqipëri jam për lëvizjet e reja që nuk janë të korruptuar, i kam mbrojt kur tjerë të sulmojnë, jo po Sorosian, jo po Torcivarci, por kur e shef pikturën makro në Shqipëri, këto parti shef, PS, PD, LSI, këto votojnë njerëzit, 50 vjeçarët, 60 vjeçarët, edhe 20 vjeçarët po deshe. Nëse një shqiptar mendon i djathtë, mendon Sali Berishën, nuk mendon falësh 2 sekonda. Këto pjesën e partive të vogla e keni përmendur të dy shumë herë, domethënë, jo sulmohen se janë Sorosian. Por këto pjesa që janë Sorosian ose kam shumë iden, po e kam iden për të lëvizjes të tuaja, pasi kam qenë pjesëtar vet për diku te 4 muaj derisa mbarova me lexuar të statusit që kishin ata. Kanë dhe dega të vogla që bëjnë meeting online këtu në Berlin. Edhe un kam dalë direkt në mënyrë automatike mbasi kam lexuar atë, sepse ajo është vërtet neokomunizëm domethënë. Por për këto figurat e tjera unë nuk kam çfarë të them, sepse mënyra se si këto i njoft domethënë, i njoft në një prizëm të mirë domethënë, siç është ai që bën ai Vlonjati si e ka, të lutem. Cili Pano? Jo Pano, ai tjetri Adriatic Lapa, është Sarandiot. Sarandiot, okay, më fal. Sarandiot, domethënë, unë atë e kam njohur vetëm në një prizëm të mirë, domethënë, edhe që këto akuzat e tjera unë nuk është se i kam bërë kërkimin time të shoh, domethënë që janë sa të bazuara janë, sa të drejta janë. Deri tani e kam mbështetur dhe do të vazhdoj ta mbështes. Po problematika është që një person si Adriatic Lapa nuk po futet në politikë, nuk po bën asnjë gjë përveç se protestave, domethënë. Ideja është se kjo që lidhet me atë temën që unë holla një çik kështu në round, domethënë, po që nuk gjeti mirë për pjesën e politikës italiane tani, se aty jemi apo se nuk kemi ai shumë të ndryshëm. Pavarësisht se ka ndryshime të mëdha në kulturë të tjera, po nga mënyra e politikë bërjes nuk është se kanë bërë ndonjë gjë më të madhe ata, sidomos to vitet e fundit kanë qenë grop. Edhe duhet një lëvizje në atë lloj mënyre që pavarësisht kundrejt çdo lloj imazhi politik që mund të kishte në Europë, në mbar botën e kudo, domethënë që janë vënë kritete të ndryshme që për mendimin tim janë të pabaza. Ne nuk e kemi diçka të tillë. As Sali Berisha, as Lulzim Basha, as Ali Bej, as Ilir Meta, asnjëri nga këta nuk garanton para partitë të drejtë, të djathtë. Këta thonë valla primare, etj, konservatorizëm, budalliqe të tilla, po asnjëri nga këto unë nuk kam dëgjuar njerëz Sali Berishën, me këto sa e kam ndjekur tash, të flasë valla për bizneset e vogla, për taksat, për uljen e taksat. Pra asnjë gjë, vetëm do mbysim regjimin, do ulim atë, do hedhim ta, do them, o vllaje, morën vesh atë. Çfarë do bësh ti? Ja erdhe, e zëm se erdhe valla, të zgjodhëm ne erdhe. E mbarove atë detyrën. Çfarë mundin do bësh ti tash kur nuk ke asnjë lloj plani? Edhe njëta gjë ishte me Bashën atëherë me gjitha zgjidhjet që humbte. Do mbysim regjimin, do mbysim te, o Gogoli, Kuçedra, po në thelb, brenda për brenda. Ata mollë kalmur burit, nuk ka asnjë lloj një që të vesh ta lexosh një program politike dhe të jetë në fakt të shpjeguar thelbësisht se si bëhet. Do mbështesim rritjen ekonomike. Fjali në program politik do mbështesim rritjen ekonomike. O individ, si është ideja. Si do e çosh ti rritjen ekonomike? Çfarë metoda do përdorësh? Sa do i ulësh taksën? Sa do i mbështetësh bizneset? Sa do i mbështetësh startupet? Kjo është thelbi valla. Edhe asnjëri nga këta plerat që janë tash që të tre nuk ka asnjë lloj gjëje të tillë. Po djathtë janë. Ky që është tash që ambicioni se këto janë partit majta, partia e majt vllai të rrep, sa të shkon vetëm do të rrisi taksa. Po këta që janë të djathtë nuk ofrojnë alternativë valla. Po alternativa dihet e burr taksa e sheshtë, ata po e thon haptas. Biles ata thon taksa më të ulta për korporatat. Gjitha partitë djathta janë, edhe PD-ja, edhe LSI-ja, edhe PS-ja, ka heq fare atë tatimin mbi dividendin, pse ke dyshimet që këto janë partitë djathta. Po, vllai, un kam shumë dyshime që këto janë partitë djathta në selb, se partia e djathtë nuk është partia që ul taksën vetëm investitorëve të mëdhenj apo ku dëgjon autokratëve. Ato janë parti korporatash, ato janë parti të shitura që funksionojnë me oligark. Partia e djathtë drejt për drejt i ul taksën atij punëtorit që fiton 350.000 lekë në muaj plak. Kështu ka qenë programi PD-s. Do ulim tatimin për biznesin e vogël, do heqim tatimin progresiv për buxhetorët,
e ku diun se çfarë, ishte do ulim taksat edhe do rrisim shpenzimet publike në kuptimin që do rriten rrogat. Ky ka qenë programi i Lulzim Bashës me pak fjalë. Lulzim Basha ka pasur në program në zgjedhjet e fundit, Lulzim Basha kishte në program do të rrisim rrogat në punëse të gjitha. Është fjali që e përdorin vetëm partitë e majta. Se s'ka puna të rrisi rrogat, asnjë që rrogën e ri tregun nëse ti e bën tregun atë lloj mënyre. Janë populistë, janë ora, ti nuk e ke kuptuar akoma që këta tjetër thonë zgjedhje, tjetër bëjnë kur qeverisin. Këta kur qeverisin vinë qeverisin në krah me oligarkët dhe me pronar të mëdhej. Ndërsa punëtorëve mund t'ju bëjnë për demagogji rritje siç ka bërë Berisha, rritje të rrogave. Edhe Berisha kritikën kryesore tani e ka që thotë unë të paktën i rrisja rrogat. Ky po rrit borxhin, po nuk po rrit as rrogat. Kështu që politika tek ne neoliberale do të jetë gjithmonë, nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh. Dhe puna e Meloni që erdhi në pushtet ishte sepse do shtoi e majta. E majta nuk po kalonte dot ligjin për të shpërblyer njerëzit për rritjen e inflacionit, për rritjen e çmimeve për shkak të luftës dhe u futën konflikt Partia Demokratike me lëvizjen PSY-et dhe të pak nagjërit shkuan në përfundon tek Meloni dhe tek e djathta që janë të paktën konkret në ato që thonë. Ndërsa në Shqipëri sa do të dështoj Rama, prap njerëzit do ta votojnë. Fiks problemi që po them unë, fiks ajo që po them unë, që në të vërtetë nuk ka në thelb një diçka, domethënë që t'i bindi njerëzit. Prandaj edhe ka shumë individ. Kjo mënyra se si mendoj unë mund të jetë e gabuar, se nuk jam i kulluar i Zotit, e kupton. Por që këta që duan që janë opozite për mënyrën si arsyeton vetë, për ata që të fitojnë votën tënde. Ata nuk po luftojnë që të fitojnë votën tënde. Ata votat e veta i kanë tradicionale, pjesën të ashtu quajtur gri ose të pavendosurit i zgjidhin me 50.000 lekësha ose me vende pune ose duke i dhënë bosave leje për të blej parcelat për të ndërtu parcelat me drogë. Nëse ti shikon atë listën e patronazhistëve, elektorat gri ishin një 20-30.000 veta, nuk e dija bëheshin bashkë 20.000 veta. Të pavendosur kishte, po të pavendosurit janë ata që thonë nëse shteti mua më jep një legalizim, atëherë unë e votoj. Kjo është baza votuese e partive politike. Nuk janë trinj të emancipuar dhe ata që shkojnë e lexojnë programin tani janë përshtatet nuk i program apo jo. Njerëzit e tillë ose janë largu ose nuk votojnë fare, janë totalisht indiferent ndaj politikës dhe thonë si gjej një mënyrë unë të emigroj. Kështu që ti po mendon për veten tënde, po ti mendo për realitetin siç është konkretisht në Shqipëri. Po ideja e demokracisë ajo është, unë mendoj për veten time sepse individi e bën shoqërinë. Unë do mendoj për veten time, të shpresoj që siç mendoj unë do të ketë sa më shumë njerëz që të kërkojnë llogari, që të përfitimi ndaj politikës mos të jetë ai vendi i punës, mos të jetë ai 50.000 lekësh apo ajo pakoja me ushqime, po të jetë një përfitim afatgjat, një përfitim që do japë atyre mundësish. Kështu e mendoj unë. Unë shiko, unë mendoj se të mendojnë tash se si do votojnë ata, se si do votojnë ta, do i bie që unë vet pastaj të jem politikan. Të mendoj vetëm se si të zgjidhem ose si të zgjidhet njeriu ose si të zgjidhet tjetri. Unë nuk kam interes në atë pjesë. Interesi im është interesi që të përfitojë individi, sepse nëse individi është i gëzuar dhe i shëndetshëm, është shoqëria e gëzuar e shëndetshme automatikisht. Drejtimi i majt që po të jetë shoqëria mirë dhe edhe individi mirë është i gabuar, edhe po e shikojmë se nuk e di nëse ai ndjeni po Europa, që është ose qendrore ose e majt, tash se nuk ka në asnjë vend të Europës, veç Polonisë dhe Hungarisë, partitë të djathta, po zhyten komplet. Domethënë, sidomos me sistemin e taksës. Edhe unë kam pasur edhe kohën këto kohë që edhe lexoj pak më shumë edhe të informohem pak më shumë, domethënë, dhe pikpamja thelbësore mes partive është drejt për drejt tek ekonomia vetjake e individit. Se ditën. Po nuk e di cila është pyetja, domethënë, e majta apo e djathta në Europë. Unë mendoj që në Europë kemi një sistem austerity që është vendosur pas viteve 2008-2009 kur ndodhi ajo kriza e madhe, që shtetet zvogluan në mënyrë drastike shpenzimet publike, sidomos u vunë në shënjestër shtetet si Italia, si Greqia, ndoshta edhe Irlanda me Spanjen, dhe e majta sikur hangri një goditje, sepse sistemi i bazuar tek Banka Qendrore Evropiane, tek këto institucionet, propozonte këtë sistem, pra të ulje shpenzimet publike, sepse mendohej që po shkojnë drejt korrupsionit. Aty ndodhen krizat e mëdha, aty ndodhi
rritja e të majtës europiane, erdhi Cipra si në pushtet, erdhi Renzi në Itali e tjera, por e majta dështoi ose e ra prap, sepse e majta u fut pak si shumë në sistem dhe ndodhi ky fenomeni që po ndodh kudo tani, që qeverit janë të majta nga ana sociale dhe të djathta nga ana ekonomike. Pra, nga ana sociale promovojnë drejtat gay, promovojnë, nuk e di, feminizmin, prindi 1, prindi 2, emigracionin, ndërsa nga ana ekonomike janë në linjë me ato që kërkon Banka Qendrore Europiane, me ato që kërkon FMN-ja, me ato që kërkojnë institucionet ndërkombëtare. Dhe aty u ngritë djathta, sepse thanë, po shiko se ju po na lini pa punë, po e mbushni këtu me emigranta, punëtorin e thjesht nuk po e llogaritni. Dhe nëse të kujtohet tek Brexit, akuzuan white uneducated males, të bardhët, të pa edukuar dhe meshkuj, cilët kishin votuar për Brexit dhe jo për Anglinë që qëndronte në Bashkimin Evropian. Tani diskutojmë me majtë dhe djathtë, unë mendoj se Britaninë e Madhe momentalisht që po flasim ajo Liz Truss, ajo donte të bënte disa reforma shumë të djathta dhe erdhi prapë në pushtet një person super i pasur. Në Itali kanë ardhur në pushtet këta neofashistët, këta po thonë tulim taksat, nuk e dim se çfarë do bëhet. Gjermani ka ardhur në pushtet e majta, por nuk e di se sa politika, nuk e njoh shumë mirë Gjermani. Janë zakonisht shumë të majta. Unë jam tu, domethënë edhe ndjek shumë shpejt politikat që bëhen për popullin. Shiko, tani diku janë të djathta, këta janë të djathtë vetëm kur siç janë këta tanët të djathtë në Shqipëri që nuk i japin taksa oligarëve, këta janë të djathtë këtu se ja ulin taksave kompanive gjigande që janë kompani transporti, banka, kompani të transportit ajror etj. Taksave këtu në Gjermani tash për shembull, është një video që kam parë, është një konsulent taksash, domethënë ka bërë, është më mirë këtu të jesh merrte një shembull, ai kishte bërë llogari. Nëse ti je një prind me 2 fëmijë, domethënë, për momentin edhe pa partner, është më e përfitueshme për ty, me një ndryshim mujor 130 deri në 200 euro, më duket, që të marrësh ato subvencionet e shtetit, se sa të punosh. Edhe kjo është luftë e hapur kudo në të gjithë Europën kundrejt stresit të mesme. Se ti ka vajtur, domethënë, deri në 40% taksat, nëse ti i përket stresit të mesme ose stresit të mesme të sipërme. Dhe ti thua që sa më shumë ti të punosh, shumë pak veta e dinte. Po këtu për shembull, nëse ti bën 2 punë, tek puna e 2 taksohesh 60%. Që ti nuk të lejon shteti të bësh një punë të dytë këtu, në mënyrë pasive, domethënë. Edhe kjo është debat që është ngritur disa herë nga partia dhe është shtypur në mënyrë direkte. Është ngritur edhe për pjesë të tjera të stresit të mesme, si për blerjen e shtëpive etj. Edhe këta të shilët e kanë shtypur. Prap. Prandaj them që nuk ka vërtet politikë të djathtë, se është shpesh në lajme, janë fashist, janë nazist, janë kështu, janë ashtu. Se është vetëm kjo pjesa sociale që duan të kontrollojnë imigracionin, duan të mos i fusin këto doktrinat super progresiste në shkolla të gjitha. Po, në atë drejtim janë të djathtë ata. Po këta problemi i madh me të majtën që është edhe në Shqipëri, e njëjta gjë me Ramën, domethënë. Ta vazhdojnë domethënë të dështojnë në mënyrë kolosale, sepse populli nuk po ngrihet. E majta këtë ka si pamflet, domethënë që ne jemi për popullin, ne do i bëjmë për popullin, që të godasim oligarkë, të godasim korporata, dhe kjo nuk po ndodh. Çdo që këtu janë dhënë lek pafund kompanive të energjetikës, fashat që të 2 ligjet që do izolonin çmimin e energjisë elektrike, domethënë dhe gazit, ran. Edhe normalisht konsumatori do e pagojë në fund. Prandaj erdhi dhe ajo që erdhi në Itali, domethënë se ajo nuk do i lej këto, ose të paktën kështu tha tani, nuk e diun çfarë do bëj. Ne në Shqipëri kemi evazionin fiskal 30% do shok. 30% i bie 2 miliard në vit. Bizneset tona ecin me bilance 2 fishta, deklarojnë rrogë 300.000 lekë për punëtorin dhe 100.000 lekë ose 200.000 lekë i japin zarf. Tek ne paguhen kushtaksa, paguajnë gjoba ose paguajnë rrushfet ndaj tatimorëve, kështu që vend më djathtë se ne, unë nuk e di se ku mund të ketë. Po ti kishte mbledh shteti ato 2 miliard, s'po them 2 miliard për ta qenë evazionin zero, po 1 miliard për ta qenë evazionin 15%, aq sa që është në gjitha vendet.
Me 1 miliard në vit Shqipëria do zhvillohej. Që një vend 3 milion banorësh ose aq sa kanë ngel, s'ka më shumë nevojë se 1 miliard në vit. Do bëheshin rrugë, do bëheshin shkolla, do bëhej universiteti Lule. Po nuk i paguajnë sepse janë tatimorët dhe doganierët janë të partisë, ata i japin lek partisë, partia blen votat në zgjedhje, kështu vazhdon cikli. Kështu që këtë pjesën e evazionit fiskal dhe të krimi financiar, domethënë, si quhet ndryshe, ti thua që është e djathtë, nuk është gjë e djathtë kjo plako, nuk është e djathta, nuk thotë që kanë që paguajnë taksa, që kanë lek në dorë dhe nuk i investojnë ato për të rrit ekonominë ose për të urrëtuar. S'ka lidhje kjo me të djathtën, e djathta është komplet e kundërta e kësaj. Thjesht do të jetë taksa pak më e vogël për ata që janë punëtor, që janë me rroga, do të jetë më e vogël akoma se sa do të jetë për këta. Dhe në mënyrë që leku të xhirojë, domethënë. Nuk ka kuptim të arrisësh taksën edhe mos ta mbledhësh, domethënë. Unë jam më i qetë nëse do jetë një taksë e vogël që të mblidhet në 100%, se sa futi taksa progresive, ti kot pa lidhje fare aty që taksa progresive thotë që okay, punoti do të je person që je overachiever, që arrin shumë me jetën tënde dhe sa më shumë ti të arrish, aq më shumë do të taksojmë ne, dhe jo vetëm në numër, po edhe në përqindje. Kjo është budallik. Shumë mendoj. Ka një lloj, domethënë kjo ideologjia e djallës majtës është pak jo budallik me diskutu, po është pak kështu tani sepse nuk ka një vit qartë se çfarë është e majta, se çfarë është e djallë, më shumë po ka më shumë me politika populiste, me politika elektorale se sa realisht me programe të mirëfillta ekonomike. E preku pak Albionin që parë domethënë tek ideja që realisht ajo që është e majtë sot, kryesisht me erdh me çështje triviale, me çështje katërsore fare, domethënë çfarë duhet quajtur grua burr, këto gender fluid, me përemra, me gjëra, dhe nuk merret me problemet reale në të cilet ka pasur dikur e majta, me problemet ekonomike, me stresat nevojë, me drejtat e punëtorëve, etc., me sindikata, sidomos Shqipëria fare. Atë çështja është që në plani ekonomik, domethënë ka një lloj dakordësie në mënyrë unanime që janë korporatat e mëdha, bizneset, lobet, ato të cilat e drejtojnë zhvillimin ekonomik, se po e shohim edhe me këtë çështjen e gazit dhe me çështjen e luftës, në të cilat krijojnë ngërçe thjesht për shkak të modelit ekonomik dhe për shkak të zgjedhjes së sistemit ekonomik. Çështja është që nuk është se e majta realisht po fokusohet shumë te pjesa ekonomike, po kryesisht në të deklarata populiste, dhe kjo çka ka bërë që edhe në SBA, edhe në Evropë krijohet një lloj polarizimi shumë i thellë, sepse është një lloj lisie, është e pashmakur, nëse krijohet një forcë nga njëra anë, do krijohet edhe një forcë tjetër për kundra peshim nga ana tjetër, dhe është krijuar kjo e djata ekstreme, këto anti-vaxxerat, njerëzit sovranistë, dalim nga NATO, perëndimi, imperializmi, domethënë që po krijon prap një frym as pak të mirë si politike ashtu edhe ekonomike sidomos në Evropë, domethënë shikojmë pro-putinisë, si në Itali, si në Shqipëri, edhe në vende të tjera. Po ajo që nuk luftohet është pikërisht kjo, ideja e korporatave, këtyre lobeve të mëdha që kontrollojnë pjesën më të madhe e ekonomisë, se ti blon flet për të djallën, po këtu nuk ka një sistem mirëfillje të djallë, sepse e djallja mbështet sipërmarrjen e lirë, sipërmarrjen individuale, biznesin, por këtu nuk mbështetet biznesi. Ajo që mbështetet është ai pjesa e oligarkut, pjesa e krimit, e paraspisës. Unë jam dakord të jetë një program i djallë, po s'kemi parë deri tash një program realisht të djallë, një program mirëfill të djallë që e merr sipërmarrjen e lirë, inovacionin, teknologjinë, udhëzimin. Ai që mbështetet është bën ca deklarata populiste, edhe nga ana tjetër nuk merren fare me këtë pjesë, merret domthon premtimi çdo gjë do i kaloj pastaj oligarkëve, të cilët nuk është se ndodhi zhvillimi ekonomik dhe ata u gjenden aty në avangardë dhe për shkak të zhvillimit ekonomik. Jo, janë njerëz që futen duke përkrahur sistem, duke përkrahur X krah politik, dhe pastaj si me magji marrin çdo pjesë të ekonomisë pa u futur në këtë garën kapitaliste, pa u futur në këtë garën ndoshta që përkrah dhe djallta, që ti je një biznes, je një sipërmarrës, ke kriju zhvillim, ke kriju inovacion, ke kriju diçka shumë të mirë, fut njerëz punë, i trajton ata punëtorët me dinjitet, me paga të larta, me çdo lloj gjëje, me kontrata pune, pa i fshehur, pa bërë evazion fiskal, se Albani thotë është 30%, këtu është 41% ekonomia informale dhe evazioni fiskal. Domethënë, se këto janë kështu statistika që jep qeveria sa për t'i ulë sa më shumë.
Shumica një në dy biznese ecën me bilance dyfishta, deklaron X fitim, i ndajnë ato llogarit në 2-3 kompani për shkak të fitimit, kompanitë më dha Vodafone, banka, gjithë e ulin atë tatimin që të kanë këto tatimin e dividendit që ka ul nga 15 në 8%, ndërkohë që ti si rrogtar paguan 13%, ke ky fitim i mbi xhiron, prap deklarata që bëjnë ta gjithmonë, kemi me humbje ose kemi fitim, jo do të ose ja japin rrogës CEO-ve drejt për drejt. Po, ja japin kështu. Domethënë po ti shikosh Vodafone, këta ka një kështu që tatojnë vetëm mbi, me sa diun, 1% të fitimit neto që marrin vjetor, edhe çfarë bëjnë ta gjithmonë e deklarojnë fitimin në 1% që mos e kalojnë atë pjesën e tatimit. Çështja është që këto janë gjithë politika favorizuese që nuk janë te sistemi i gjatë. Që bëhet. Sa tatohet nafta, sa kalon kontraband, sa vjen buxheti në shtetin. Edhe shikoj që ka më shumë kishte aq makina sa që kishte në vitin 2008, ndërkohë që konsumi i naftës është po i njëjti. Nuk ka, domethënë ka 2-3 fish më shumë makina se ç'kishte në 2008, ndërkohë konsumi i naftës vazhdon të jetë i njëjtë. Ky justifikohet që shumica kalon kontraband. Dhe çështja është që ne nuk shikojmë politikat djathta ose politikat majta mirëfilli që ti të zgjedhësh. Tu shikojnë njerëz të cilët kanë interesa politike, ekonomike, edhe bëjnë populizma. Del Berisha thotë do ulim rroga, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, që janë tërësisht politikat majta, premton dhe ligje edhe budalliqe idiote që faktikisht janë për fajt ti si ligji i pronave, atë 7500 ishin, ose hapje dosjesh e këto gjëra që është komplet qesharake për Berishën, që ka qenë, ose këto të përndjekurve politik po premtonte një ditë po e dëgjoja, që është absurditet që Partia Demokratike një çështje tillë do ta kishte zgjidhur që pas viteve 90, 91, 92, shpejt. Po, ta them unë diçka kontroversiale në lidhje me Berishën. Po. Një sekond Albi. Edhe vazhdoj. Po fiks to gjëra që përmendet ti Andi tash, janë identik gjërat që po thosha unë, që pse këta nuk sillin ndryshim. Vazhdo Albi. Tani ideja është që e majta me djathtën ekonomikisht ndryshojnë të paktën vende të zhvilluara, supozohet vende ku funksionon ligji dhe mblidhen taksa, jo vende kaotike. E djathta përfaqësohet nga mendimi i Milton Friedman dhe shkollës Chicago ose gjithë tjerët Hayekut e këtyre, që thonë se shteti duhet të jetë sa më i vogël, ndërhyjë sa më pak në shoqëri, borxhi publik të jetë sa më i ulët dhe shpenzimet publike të jenë të ulta, në mënyrë tillë që njerëzit mos jetojnë me ndihmë nga shteti, por të jenë kompetitiv, bizneset të jenë kompetitive, mos të taksohen shumë, edhe ai që është i shëndetshëm, ai që është i Zotit, mbijetojë në treg dhe kështu të realizohet rritja ekonomike, sepse modelet socialiste janë pa që falimentojnë. Kur gjithçka bëhet e përbashkët, atëherë njerëzit s'kan incentiva për të fituar dhe për të punuar. Ndërsa e majta moderne, po themi, bazohet te mendimi i John Maynard Keynes, që thotë se shpenzimet publike duhet rriten, që rishpërndarja duhet bëhet nga shteti me anë taksave, dhe që sa më shumë të rriten rrogat e punëtorëve, sa më shumë të rritet konsumi, aq më shumë rritet edhe prodhimi. Dhe këtu ndryshojnë, një është supply side economics edhe njëra është për ekonomi e orientuar nga oferta, tjetra është ekonomi e orientuar nga kërkesa. Kërkesa supozohet të jetë e majta, oferta të jetë e djathta. Dhe ekonomia e orientuar nga oferta është ajo që promovohet nga FMN-ja, nga gjitha institucionet ndërkombëtare sot. Tani në Shqipëri, nëse ne do kishim politika të mirëfillta të djathta, do kishim borxh publik të ulët, do kishim shpenzime publike të ulta, do kishim prezencë të vogël të shtetit në ekonomi. Nëse do kishim politika të majta, do kishim ndihmë sociale të lartë, do kishim borxh publik deri diku të lartë, por do kishim edhe prezencë të madhe të shtetit në ekonomi dhe në shoqëri, ta mbronte qytetarin. Konkretisht nuk kemi asnjëherë. Nuk kemi edhe borxh publik të lartë, kemi edhe shpenzime publike të larta, kemi edhe punësime të mëdha, ka shku 200.000 veta administrata shtetërore. Në të njëjtën kohë nuk kemi as taksim të oligarkëve, po themi, nuk kemi as ndihmë sociale dhe as sistem shëndetësor të paguar, nuk po them falas, po të lirë dhe të mjaftueshëm me sigurimet shëndetësore. Pra nuk kemi edhe borxhi publik rritet dhe shpenzimet publike shkojnë në fasada, shkojnë në rilindje urbane, nuk dihet se ku shkojnë. Ndërsa në kohë të Berishës,
shkoi borxhi atëherë 70.4% dhe vuri alarmin FMN-ja. Ndërkohë që në Kotë Berishës u bë rruga Kombit, e cila sot sjell 1 milion turista, 1 miliard euro futen në ekonomi vetëm nga Kosova. Berisha i dyfishoi rrogat. Keq e mirë ishte një populist, ishte një demagog i djathtë, po keq e mirë ai edhe uli taksat deri diku, edhe rriti rrogat deri diku, aq mundësi sa që kishte në 2008. Ndërsa tani po rritet borxhi, ka shku deri 80% pa llogarit borxhin e fshehur me PPP. Dhe njëkohësisht mirëqenia nuk është se po rritet, dhe njerëzit për këtë nuk janë të kënaqur, janë të pakënaqur edhe për arsye të tjera, po kjo është një ndër arsyet ekonomike. Që si përfundim, do ta vazhdosh Andi mbas meje direkt, që si përfundim dalin tek pjesa domethënë që në qoftë se dash Zoti ne do kishim dikë që do ofronte këtë që ne po themi nuk ekziston tash. Ma hamënja si shumica do e zgjidhte, edhe unë do të ketë program. Atjet i djathtë, atjet i majt, mjafton të ketë program, mos të jetë hajdut, mos të thot njerëzve të vet, hajdeni mbas meje se do ju bëj drejtora, do vjedhni, do shisni vende pune, e do shitet në Shqipëri shitet vendi i drejtorit, 15-20.000 euro, shitet specializimi në mjekësi, shitet shkolla magjistraturës, nuk e di sa ka qenë 10.000 euro për të bërë gjyqtar apo prokuror. Në Shqipëri mjekësia nuk është falas, dihet që do paguash për çdo operacion, drejtësia dihet që edhe aty do paguash. Atëherë nëse ti ja mbyll derën njeriu, këtu nuk bën dot karrierë, këtu nuk bën dot biznes, se po nuk që i lidhur me ato të fuqishëm, do të mbysim me taksa, me tatimor. Këtu s'bën këtë, këtu s'bën atë, është normali që do të ikë, do të largohet. Kështu që për të ardhur dikush në pushtet, le të jetë ndaq i majt, ndaq i djathtë, po të jetë i ndershëm mirë kryesorja dhe të besoj sinqerisht ato që i thotë. Unë për atë mbështes Albin Kurti, unë për veten nuk e konsideroj veten të majt. Por nëse del për shkak ka njerëz që thonë, po ky Arlin Çorri, ky është komunist. Ore le të jetë komunist, paktën ato ide i ka të vet, aty shkon deri në fund. Nuk e shet ai idenë e vet për një vend pune ose për me vjedh një tender. Unë këtë e vlerësoj tek njeriu. Pastaj ne zgjedhim duam majtën apo djathtën, po mos pari duhet kemi njerëz të hajrit që të futen politik me disa ide, jo hajduta me çizme. Shiko, ideja thelbësore për mua është që politika në fund ditës te njerëzit është perceptim. Domethënë ideja e programit, normalisht shqiptarët kanë një kështu absurditet të madh fare që nuk votojnë programin, po kryesisht votojnë figurat kështu në mënyrë idhujtarie. Berishën, PD-n, PS-n, Metën, Ramën, herojt kështu. Akoma u kanë ngel reminiscencë. Po është dhe ideja që ta nuk para ofrojnë programet mirë filta, se tani ecin me Kazanin, me qasjet rubrat ruse, akuzat ky është i kriminalizuar, vetëm me këto, me fushata pejorative. Po është shumë e thjeshtë, duke qenë se ne jemi një shoqëri kryesisht e varfër, që kemi një klasë, po themi shumë të varfër, kemi një klasë të mesëm që nuk e di a ekziston ajo, po e marrim me qenë dhe kemi ca kokra të pasura që nuk dua t'i marr llogari. Duke qenë një shoqëri e tillë, ajo që ne shohim si një lloj feedbacku nga një politikan i zgjedhur apo nga një parti që propozon një lloj alternative, është fiks te xhepi i konsumatorit. Nëse unë marr një rrogë më të lartë, ndihem i sigurt, shikoj që ka një lloj rritje konsumi, ku shkoj të blej te marketi ose bëj një palë pushimi ose shkoj diku për kërkimin e një vendi pune. Nëse unë shikoj që ekonomia ime ka një lloj rritje, ka një lloj stabiliteti, atëherë e kuptoj që ky politikan apo ky shtetar i ka dhënë një lloj iniciative, i ka dhënë një lloj mbështetje, një lloj rritje ekonomike. Sepse nuk krahasohet rritja ekonomike apo me këto deklarata FMN-je, me deklarata Instati, me është rritur sërish ekonomia shqiptare me 5%, borxhi kështu, borxhi ashtu. Asnjë nga shqiptarët mesatar nuk e kupton çfarë do të thotë kjo. Edhe nëse ke rritje 100%, nëse ai nuk shikon te xhepi vet, te rroga e vet, nuk shikon një lloj gjëje pozitive, nuk shikon që ndar ka pak më shumë lekë, që nuk i ngelin fëmijët pa shkolluar, që paguan më shumë tek përpushime apo gjëra të tjera. Apo shikon që ka rriten dritat, rritet uji, rritet çdo gjë dhe ajo 20.000 lekë që e nxirrte në ditë, sot nuk vlen as 10. Dhe kjo është lidhje direkte, dhe kur njerëzit e shikojnë, nuk ka nevojë për ndonjë llogari të majt apo të djathtë ekonomike kështu të mirë fill, ti futesh gjithë atyre ekonomistëve botëror. Ai shikon xhepin, nëse ky politikan
ja ka dhënë dhe i ka shtuar xhepin konsumatorit shqiptar, atëherë realisht ka pasur një lloj suksesi dhe meriton të votohet. Problemi është me qeverinë Rama edhe me qeverinë Berisha. Po që Berisha ndiqte këto politikat populiste që i rriste gjërat, sidomos prag fushate, pavarësisht se buxheti shkonte në pikjat, i rriste edhe njerëzit ndiheshin mirë sepse kishin më shumë një lloj qasje, kishin më shumë konsum, shikonin që rriteshin këto favorizime, pavarësisht se më kuptojnë që në atë në arkën e madhe të shtetit gjërat kush e di bashkonin kështu për drejt. Problemi që ka bërë Rama, që Rama as këtë nuk e ka dhënë. Domethënë rrit 1%, 2%, 7% pas 13 vitesh, si e bëri me pedagogët, për shemb, që tha dua rris me 7%, ndërkohë që ata kishin ku kishte ardhur Rama, si nuk kishin marrë rritje ekonomike, kështu rritje rrogash. Që vetëm inflacioni, indeksimi për vit e ka kaluar atë 7%-in nga 100 herë. Edhe kur njeriu shikon që s'paguan dot drita në fund muaj, nuk paguan dot kredin, ka vështirësi me faturat e zakonshme, me shkollimin e fëmijëve, me gjithë ato dhe nuk i del rroga. Normalisht ai nuk mund të flas as për programe, as për gjë, dhe kupton që ky politikan jo vetëm që nuk po jep një program të mirë ekonomik, përkundrazi, po krijon një lloj rrymë edhe shkalojmë aty tek emigrimi masiv i rive, i shoqërisë ose klasës mesme, e cila nuk gjen më shpresë, nuk gjen sepse në fund ditës është një çështje ekzistenciale. Si do ta mbyll muajin, si do ta mbyll deri në fund muajit me fëmijët e mi, me prindrit, nuk në fund ditës nuk do shikoj çfarë programi sa u rrit Shqipëria, se sa e lavdroi FMN-ja dhe se sa i nxori ai instati ato shifra në fund 10%, 7% rritje ekonomike. Dhe këtë kam përshtypjen që është krijuar vitet e fundit. Domethënë që ti nuk shikon që kjo politikë, ky premtim, ky gjë që është bërë para fushatës, ndoshta nga qeveri, nga secila qeveri të përkthehet realisht në mirëqenie, se mirëqenia është ajo që në fund ditës e bin qytetarin dhe e bën që realisht kuptojë që okay, këtu ka një përshtypje. Mund diçka për mirëqenien. Edi Rama mirëqenien e shpërndan në mënyrë të targetuar, se përmendëm Berishën që bënte disa politika populiste, për shembull nuk paguonin dritat. Në Shkodër nuk pagunte dritat askush. Legalizimet, i legalizonte masivisht, ose i lejonte të jetojnë ashtu dhe të pa legalizuar, ose rriste rrogat në mënyrë masive, ose bënte rrugë, se thoshte hajde do votojnë për mua këta. Problemi është që Rama nuk ka nevojë të bëjë këto në mënyrë masive, se me këtë sistemin e patronazhistëve mjafton të presi ai 1 muaj para zgjedhjeve, e di se çfarë probleme është të targetuara ka secili, edhe i jep 2-3 milion për bonus qeraje, 2-3 milion për rindërtim, sa kanë qenë ato fondet e rindërtimit që u dhanë Durrës. I jep një vend pune, sa vende pune fiktive ka plot, sidomos në përbashki. I jep një legalizim. Domethënë, këtë mirëqenien nuk ka nevojë ta jap në mënyrë masive në ekonomi, sepse jep në mënyrë të targetuar vetëm tek ata që i duhen. Se militantët që i ka të sigurt, ata që shënohen aty votë sigurt, s'ka nevojë t'ja urris rrogën. Ndaq t'ja urris, ndaq mos t'ja urris, edhe sikur t'ja bëj si Enver Hoxha që do marrin qumësht me radhë në mëngjes, prapa ata do e votojnë. Kështu që ai godet këtë pjesën që janë të lëkundur, atë votojnë PD-n, atë votojnë LSI-n, godet pjesën gri, edhe e shpërndan mirëqenien me këtë mënyrë. Tjerat pastaj i shpërndan me oligarkët, me miqtë e vet në tendera, se ka problem fare. Faleminderit që na ndoqët. Ju lutem mos harroni të bëni like, subscribe ose të lini një koment. Mos harroni gjithashtu ta shpërndani me miqtë tuaj. Faleminderit, të mirë të qofshim deri herën tjetër.